Para se të fillojmë këtë histori të jashtëzakonshme, dua t'ju bëj një pyetje që dua ta lexoni në komente. A do të kërkoje një prind që të ka braktisur kur ishe foshnjë, apo do ta lëje të kaluarën harres? Shkruani mendimet tuaja më poshtë. Ky është një diskutim që na prek të gjithëve thellë në zemër. Nata e ftohtë marsiane në Zyrich nuk I ndalte shëtitësit e vonshëm që ecnin përgjatë bulevardeve të ndriçuara nga dritat e arta të qytetit. Midis tyre, dy figura të rinj ecnin me hapa të ngadalshëm, duart e futura në xhepa të xhaketave të tyre të zeza. Rioni dhe Rigoni, binjakët 24 vjeçar, dukeshin identik në pamje të jashtme. Të njëjtin lartësi mbi 1,80 cm, flok të errët që binin mbi ball, sy kafe që pasqyronin një thellësi të çuditshme për moshën e tyre. Por brenda, ata mbanin një boshllëk që asnjë sasi pasurie apo komoditet zviceran nuk e kishte mbushur kurrë. A mendon ndonjëherë për të? Pyeti Rioni, duke ndaluar pra një kafeneje që ishte gati për të mbyllur. Dritat e saj të bardha krijonin një kontrast të fortë me errësirën e natës. Rigoni e dinte saktësisht për kë po fliste vëllai I tij. Nuk kishte nevojë të sqaronte. Babai, burri që ua kishte dhënë jetën, emrat e tyre dhe pastaj ishte zhdukur sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Çdo ditë, tha Rigoni, duke ulur zërin. Çdo ditë që kaloj përpara një pasqyre dhe shoh këto tipare që nuk I kam trashëguar nga mama. E vërteta ishte e ashpër dhe e qartë. Nëna e tyre, Helena, ishte një grua e bukur zvicerane, me flok të artë dhe sy blu si qielli I Alpeve në një ditë të kthjellët. Ata, përkundrazi, kishin marrë tipare nga diçka tjetër, nga dikush tjetër, nga ai njeri që ishte larguar nga jeta e tyre kur ata kishin vetëm disa muaj. Apartamenti I tyre në qendër të Zyrihut ishte një nga më të mirat në lagje. Helena kishte punuar gjithë jetën si arkitekte, duke u siguruar që djemtë e saj të mos u mungonte asgjë. Por çfarë bënte një apartament luksoz të ndihesh si shtëpi kur mungonte një gjysmë e identitetit tënd? Kur hyn në hyrje, Helena po priste në dhomën e ndenjes, me një filxhan çaji në duar. Ajo I pa djemtë e saj dhe buzëqeshi, por ai buzëqeshje nuk arrinte deri te syt. Ajo e dinte, e kishte ditur gjithmonë se kjo ditë do të vinte. Uluni, tha ajo but, duke vendosur filxhanin mbi tavolinë. Mendoj se është koha të flasim. Binjakët shkëmbyen një vështrim të shpejtë. Kishin pritur këtë bisedë për vite, por kurrë nuk e kishin iniciuar. Tani dukej se nëna e tyre ishte gati. Ju po e kërkoni atë apo jo? Filloi Helena, duke I shikuar direkt në sy. Zëri I saj ishte I qëndrueshëm, por duart që mbante të kryqëzuare në preh dridheshin lehtë. Rioni u përpoq të fliste, por Rigoni e parandaloi. Mama, ne kemi nevojë të dim se kush është, ku është, pse na la? Helena mori një frym të thellë. Ajo e dinte se kjo çast do të vinte. Kishte shpenzuar dekada duke u përgatitur për të, duke menduar se çfarë do t'u thoshte atyre kur do ta pyesnin. Por tani, që momenti ishte ardhur, fjalët dukeshin më të vështira se sa kishte imagjinuar kurrë. Emri I tij është Liridon Berisha, filloi Helena dhe për herë të parë binjakët dëgjuan emrin e plot të babait të tyre. Liridon Berisha erdhi në Zvicër si student me ëndra të mëdha dhe zemër të hapur. Unë isha arkitekte e re, po filloja karrierën time. Na takuam në një ekspozit arti në Zyrich. Ai kishte një mënyrë të veçantë të shikonte botën. Zëri I saj u mbush me nostalgji dhe binjakët u ulën në divanin përballë saj, duke e dëgjuar me vëmendje çdo fjalë. Dashuria jon ishte e shpejtë, intensive, e papritur. Ai më foli për Shqipërinë, për malet, për traditën, për familjen e tij që jetonte në një fshat të vogël në jug të vendit. Më mësoi shqip, pak, por mjaftueshëm, dhe kur më propozoi, nuk ngurova asnjë sekond. Po pastaj, nxiti Rioni, Helena mbajti një pauzë të gjatë. Kjo ishte pjesa e vështirë. Ju lind në një mëngjes dimri. Ishte dita më e lumtur I jetës sime, dhe e tij. Ai ju mbajti të që dy në krah dhe qau nga lumturia. Ai tha se do t'ju jepte emra shqiptar, emra që bisnin për liri, Rioni dhe Rigoni. Tha se pavarësisht se do të rriteshit në Zvicër, do të mbronit një pjesë të Shqipërisë në zemrën tuaj. Por pse nuk erdhi kurrë? Pyeti Rigoni, duke ndjerë se nëna e tyre I shmangej nga e vërteta e vështirë.
Helena u përball me to dhe sytë e saj u mbushën me lot. Liridon nuk kishte leje shtengjimi të përhershme. Ai ishte këtu me vizë studenti që kishte skaduar. Ne po përpiqeshim të rregullonim letrat, por procesi ishte i ngadalshëm, i ndërlikuar. Dhe pastaj, kur ju ishit vetëm 8 muaj, erdhi kontrolli. Policia e imigracionit erdhi në punë tek ai. Ai punonte në një ndërtesë, duke bërë punë të rënda fizike për të na mbështetur. E arrestuan aty, pa paralajmërim. Dhoma u mbush me një heshtje të rëndë. Binjakët nuk lëviznin, sytë e tyre të ngulur tek nëna e tyre. Unë u përpoqa, vazhdoi Helena, duke i fshirë lotët me dorë. Luftova me çdo mjet ligjor që kisha. Kontraktova avokatët më të mirë, por vendimi ishte i prerë. Liridon u deportua në Shqipëri brenda 1 jave. Nuk na dhan kohë, nuk na dhan mundësi. Ai u largua dhe ne mbetëm. Por pse nuk erdhi kur? Pyeti Rioni, zëri i tij plot dhimbje. Helena ul kokën e saj. Në fillim komunikuam, ai më shkronte letra të gjata, plot lamëri dhe malli. Më tha se po punonte për t'u përthyer, se po kërkonte mënyra, por sistemet tona ishin kundër. Unë nuk mund të lëvizja lehtë me 2 fëmijë të vegjël, dhe ai nuk kishte leje të rikthehej. Me kalimin e kohës, letrat u bën më të rralla. Dhe pastaj ndaluan. Ti nuk e kërkove? Pyeti Rigoni, tone akuzuese në zërin e tij. E kërkova, tha Helena me zë të vendosur, gjatë gjithë viteve. Por Shqipëria nuk ishte vendi që është sot. Ishte më e vështirë të merrje informacion. Familja e tij në fshat nuk ishte telefon. Dhe me kalimin e viteve, kuptova se ndoshta ishte më mirë të lija të kaluarën të kalonte. Për ju, për t'ju mbrojtur nga zhgënjimi. Rioni u ngrit në këmbë, duke ecur drejt dritares. Jashtë, Cyrihu shkëlqente si gjithmonë, i përsosur, i rregulluar, i ftohtë. Ne kemi të drejta dim, tha ai pa u kthyer. Kemi të drejta njohim. Helena e dinte se nuk kishte mënyrë për t'i ndaluar. Djemtë e saj ishin rritur, ishin burra tani, dhe kishin nevojë për përgjigje që vetëm një person mund t'ua jepte. E di, tha ajo butë, dhe nëse vendosni të shkoni, do t'ju ndihmoj. Por duhet ta dini, ai që do të gjeni, ndoshta nuk është ai që prisni të gjeni. Kjo fjalë e fundit mbeti të varej në ajër, e rëndë dhe profetike. Ditët që pasuan ishin plot kërkime, plane dhe debate të zjarta. Rioni dhe Rigoni kalonin orë në internet, duke mbledhur informacione për Shqipërinë, për sistemin e dokumenteve, për mënyrat se si mund të gjenin një person të humbur në një vend që nuk e njihnin. Apartamenti i tyre u kthye në një qendër komandimi të improvizuar. Hartat të Shqipërisë ishin të shtrira mbi tryezën e dhomës së ndenjes. Fotografi të vjetra që nëna e tyre u kishte dhënë në fund ishin shpërndar kudo. Fotografi të zbehura, ku Liridon duke i ri, i lumtur, plot jetë. Shif këtu, tha Rigoni një mbrëmje, duke treguar një foto specifike. Liridon mbante një fanel me flamurin shqiptar, duke qeshur në kamër. Ai duket shumë krenar për origjinën e tij. Si mund na ketë harruar? Ndoshta nuk na ka harruar, tha Rioni, duke mësuar një artikull online. Ndoshta vetëm vazhdon jetën. Ndoshta ka formuar një familje të re. Kjo mendim i vuri të dyve në heshtje. Mundësia që babai i tyre kishte vazhduar jetën, se kishte fëmijë të tjerë, ishte diçka që nuk e kishin diskutuar hapur deri tani. Helena hyri në dhomë, duke mbajtur një zarf të madh. Këto janë të gjitha që kam, tha ajo duke e vendosur në tavolinë. Letra të vjetra, dokumente, adresa të mundshme. E fundit që dija ishte se familja e tij jetonin në një fshat që quhej Zvërnec, në jug, por kjo ishte para shumë vitësh. Binjakët hapën zarfin dhe filluan të shqirtonin përmbajtjen. Letrat ishin të shkruara në shqip, me dorëshkrim të bukur dhe të organizuar. Rioni filloi të lexonte një prej tyre me zë. Helena ime e dashur, nata këtu në Shqipëri është e gjatë dhe e trishtuar pa ty. Çdo yll që shoh në qiell më kujton syt tu. Çdo frymë që marr është për ty dhe për djemt tan. Po punoj çdo ditë për të gjetur një mënyrë të rikthehem. Po mbledh para, po kërkoj ndihmë, por sistemi është i pamëshirshëm. Të lutem, nuk më harro se unë nuk ju braktisa. Juve ju morën nga unë. Zëri i Rionit u thye. Ai nuk mund të vazhdonte. Rigoni mori letrën dhe vazhdoi. Çdo mëngjes zgjohem dhe e para gjë që bëj është të shoh fotografitë tuaja. Rioni dhe Rigoni.
Djemtë e mi të bukur, ata po rriten pa mua, dhe kjo më thyen zemër që dit. Por premtoj Helena, premtoj se një dit do të jem përsëri me ju. Do të gjej një mënyrë, të dua për gjithmonë. Liridon. Heshtja që pasoi ishte e thellë dhe e dhemshme. Helena mbante kokën ulur, duke përpjekur të mos qante. Binjakët shikuan njëri tjetrin, dhe në atë moment, vendimi u mor. Do të shkojmë, tha Rioni me vendosmëri. Do të shkojmë në Shqipëri dhe do ta gjejmë. Kur? Pyeti Helena, edhe pse e dinte përgjigjen. Sa më shpejt e jetë mundshme, tha Rigoni. Kemi pritur mjaft. Javët në vijim ishin plot përgatitje. Binjakët morën kohë liri nga puna e tyre. Rioni punonte si inxhinier software, ndërsa Rigoni si dizajner grafik. Të dy kishin karriera të suksesshme, por asnjëri prej tyre nuk ndihej i plot. Ata blen bileta për Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë. Helena u ndihmoi të mësonin fjalë bazike shqip, duke përdorur libra dhe aplikacione. Ata dëgjuan muzikë shqiptare, lexuan për historinë e vendit, provuan ushqime tradicionale në restorante shqiptare në Zyrich. Do të duket e çuditshme, tha Rioni, një ditë zitate studionin një hartë të Tiranës. Ne që shkojmë atje, të huaj në tokën e babait ton. Por nuk jemi të huaj. Kemi gjysmën e gjakut ton shqiptar, kemi emra shqiptar, kemi të drejtë të jemi atje. Nata para nisjes, Helena organizoi një darkë të vogël për ta. Ajo gatuai specialitete zvicerane, por gjithashtu ishte përpjekur të bënte disa ushqime shqiptare, që Liridon e kishte mësuar dikur. Byrek dhe tave kosi. Kur ai gatuante këtë, tha ajo duke shërbyer ushqimin, apartamenti mbushej me aroma që më bënin të ndihesha sikur isha në një botë tjetër. Ai thoshte se ushqimi është mënyra më e mirë për të kuptuar një kulturë. Ata hëngrën në heshtje, duke shijuar çdo kafshim. Ishte sikur përmes këtij ushqimi, ata lidhen me një njeri që nuk e kishin njohur kurrë, por që kishte formuar gjysmën e identitetit të tyre. Mos harroni, tha Helena, kur ishin gati të largoheshin për në aeroport. Vase që do të gjeni atje, ju keni një shtëpi këtu, gjithmonë. Binjakët e përqafuan nënën e tyre. Për herë të parë në jetën e tyre, ata po nisnin një udhtim që nuk e kishin planifikuar vetëm për aventurë apo argëtim, por për të gjetur një pjesë të vetë që kishte munguar gjithë jetën. Në aeroport, ndërsa presin për fluturimin, Rioni shikoi një familje të re që po udhtonte, një baba, një nën dhe fëmijë të vegjël. Baba i mbante fëmijën në krah, duke i buzëqeshur me dashuri të pastër. Ky është çka na ka munguar, tha ai me zë të ulët. Rigoni e shikoi familjen gjithashtu, por ndoshta e gjejmë. Kur u thirrën për bordin, binjakët morën çantat e tyre dhe filluan drejt portës. Pas tyre, Zvicra, vendi i lindjes dhe i rritjes së tyre. Para tyre, Shqipëria, toka e babait që nuk e njihnin, por që quhej shtëpi gjithashtu. Fluturimi ishte i qetë. Rioni dëgjonte muzikë në kufje, ndërsa Rigoni shikonte nga dritarja, ndërsa avioni fluturonte mbi Alpet, pastaj mbi Adriatikun. Kur Shqipëria u shfaq në horizont, malet të gjelbra, deti kaltër, fshatrat e shpërdhara, zemra e tyre filloi të rrahte më shpejt. Ja ku jemi, tha Rigoni duke ngulur shikimin në pamjen poshtë. Toka e babait. Ndërsa avioni zbriste në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, binjakët ndjen një përzierje ndjenjash, eksitim, nervozizëm, frikë dhe një mall të thellë për diçka që nuk e kishin njohur kurrë. Kur dolën nga avioni dhe hyn në terminalin e aeroportit, ata u përshëndetën nga një nxehtësi e papritur dhe një arome ndryshme. Arome detit, e malit, e diçkaje të panjohur për njëkohësisht të njohur. Mirë se vini në Shqipëri, lexuan në tabela në shqip dhe anglisht. Rioni dhe Rigoni shkëmbyen një shikim. Ishin këtu, udhëtimi për të gjetur babain e tyre kishte filluar me të vërtetë. Tirana i përshëndeti me kaos dhe jetë. Krahasuar me qetësinë e organizuar të Zyrihut, kryeqyteti shqiptar ishte një simfoni e zhurmshme e makinave që binin, njerëzve që bërtisnin dhe një energjie që dukej e pafund. Binjakët zun një taksi nga aeroporti dhe shoferi, një burr në të 50-tat me mustaqe të trasha, filloi menjëherë të fliste në shqip të shpejt. Nga vini djem? Pyeti ai, duke i shikuar nga pasqyra e brendshme. Zvicër, tha Rioni në shqipen e tij të mangët. Sytë e shoferit u ndriçuan.
Zvicër, vend i bukur por i shtrenjtë apo jo? Po çfarë ju sjell në Shqipëri? Rigoni dhe Rioni shkëmbyen një vështrim. Si të shpjegonin këtë histori komplekse për një të huaj? Po kërkojnë dikë, tha Rigoni më në fund. Një person të afërt. Shoferi bëri me kokë. Duket se e kuptoi se kjo nuk ishte temë që duhej zhvilluar më tej. Ai filloi të fliste për Tiranën, për ndryshimet që vendi kishte parë, për sa ishte modernizuar gjatë viteve të fundit. Por akoma kemi probleme, tha ai me sinqeritet. Korrupsion, sistemi nuk funksionon mirë, por jemi njerëz të mirë. Shqiptarët janë mikpritës. Hoteli që kishin rezervuar ishte në qendër të qytetit, pranë sheshit Skënderbej. Ndërsa hipën në dhomë dhe hapën valixhet, realiteti i situatës filloi t'i godaste. Ishin në një vend të huaj, pa kontakte, pa plan të qartë, duke kërkuar një njeri që ndoshta nuk dëshironte të gjendej. Nga fillojmë, pyeti Rioni, duke u hedhur në krevat. Lodhja nga udhtimi po e kapte. Rigoni nxori letrën e vjetër që Helena u kishte dhënë, atë që përmend Zvërnecin. Fillojmë nga fshati, nga e vetmja drejtim që kemi. Por kur pyetën në recepcion për Zvërnecin, u thanë se ishte disa orë larg me makinë, në jug të vendit. Ju duhet të shkoni drejt Vlorës, pastaj drejt Himarës. Zvërneci është pranë detit, por është fshat i vogël, shumë i vogël, tha recepcionisti, duke i shikuar me kurreshtje. Pse po shkoni atje? Vizitë personale, tha Rioni shkurt. Në nesërme në mëngjes, ata morën me qira një makinë dhe nisën udhtimin. Rruga nga Tirana drejt jugut ishte një përzierje e autostradave të reja dhe rrugëve malore që serpentinën përmes fshatrave të vegjël, ku njerëzit jetonin jetë të thjeshtë, të lidhure me tokën. Kjo është e bukur, tha Rigoni, duke shikuar nga dritarja. Rioni drejtonte, duke u përpjekur të përshtatej me stilin e drejtimit shqiptar, që ishte shumë i kaotik se ai zviceran. Në qytetësa të vegjla në për rrugë, ata ndaluan për kafe dhe ushqim. Njerëzit në kafene i shikonin me kurreshtje. Kishte diçka që i bënte të duken të ndryshëm, ndoshta mënyra si vishen ose mënyra si flisnin. Jeni nga jashtë? Pyeti një plak në një kafene në qytetin bregdetar të Vlorës. Po, tha Rioni, por babai ynë është shqiptar. Plaku buzëqeshi. Atëherë ju jeni gjysmë shqiptar, dhe kjo mjafton. Mirë se vini në shtëpi. Fjalët e tij prekën Rionin thellë. Ishte hera e parë që dikush i kishte quajtur si pjesë e kësaj toke. Kur arritën afër Zvërnecit, dielli po zbriste. Fshati ishte i vogël, me shtëpi të vjetra guri dhe rrugë të ngushta. Kishte një kishte vogël ortodokse në qendër dhe një rreth kafenesh ku burra të moshuar luanin taf dhe pinin raki. Binjakët parkuan makinën dhe dolën. Ajri ishte i ngrohtë, me aromë të kripur të detit që vinte nga bregu jo larg. Ata u afruan te kafenet, duke qenë të vetëdijshëm se të gjitha syt ishin kthyer tek ata. Të fala, tha Rigoni në shqip, duke u përpjekur të tingëllonte sa më mirë. Po kërkojmë për familjen Berisha. A i nje dikush këtë familje? Heshtja që pasoi ishte ngadalt. Burrat shkëmbyen vështrime, disa duke u vështruar me mosbesim, të tjerë me kurreshtje. Berisha? Tha një burr i vjetër me mjekër të bardhë. Emër i zakonshëm, shumë Berisha këtu. Liridon Berisha, specifikoi Rioni. Ai jetonte këtu, ose familja e tij jetonin këtu. Ai u deportua nga Zvicra. Një tjetër burr, më i ri, u ngrit nga tavolina. A jeni ju nga policia, nga qeveria? Jo, u nictua Rigoni. Ne jemi djemt e tij, po e kërkojmë. Kjo deklarim solli një val gullufash dhe komente. Njerëzit filluan të flasin me zveti në shqip të shpejt, shumë shpejt për Rionin dhe Rigonin që të kuptonin. Më në fund, një grua e moshuar që ishte ulur në qoshe foli. Nëse jeni djemtë e Liridonit, atëherë dëshmoni, çfarë quhen? Unë jam Rioni, tha ai. Unë jam Rigoni, shtoi vllai i tij. Gruaja bëri me kokë ngadalë. Emra shqiptar, emra të mirë. Ajo ngrit dhe ju afrua. Liridon kishte një daj këtu, vllai i nënës së tij, por nuk e di nëse jeton akoma, ishte i sëmurë për vite. A mund të na çoni tek ai? Pyeti Rioni, duke ndjerë shpresë për herë të parë. Gruaja i çoi përmes rrugëve të ngushta të fshatit, drejt një shtëpie të vogël guri që dukej e vjetër dhe e neglizhuar.
Ajo trokiti në derë dhe pas një kohe të gjatë, një bur i moshuar hapi. Ai i shikoi me sy të turbulluar, pastaj gruaja e shoqëroi atë me shqip. Burri filloi të fliste, duket se po shpjegonte diçka, por pastaj ndaloi dhe i shikoi binjakët më nga afër. Ju ngjisni me dikë, tha ai me zë të thyer në shqip të thjesht. Me Liridon, ju keni sytë e ti. Rioni ndjeu një ny në fyt. Ne jemi djemt e ti, po e kërkojmë. Burri i vjetër u ul një karrige pranë derës, si të ishte lodhur pa pritmas. Liridon, tha ai me zë nostalgjik. Djali mirë, shkoi në Zvicër me ëndra. E dëgjuam se u martua me një të huaj, se kishin fëmijë, por pastaj na tha se e kishin deportuar. Erdhi këtu, jetoi me ne për pak muaj, ishte i shkatruar, qante çdo natë. Tha se kishte humbur gjithçka. Por ku është tani? Pyeti Rigoni me ngut. Burri i vjetër mundi kokën. Nuk e di saktësisht. Ai u largua nga këtu pas pak kohësh. Tha se nuk mund të qëndronte në vend. Çdo gjë e kujtonte atë që kishte humbur. Dëgjova se shkoi në një fshat tjetër, larg, diku në male, por nuk kam patur kontakt me të për vite. A keni ndonjë informacion? Ndonjë numër? Adres? Insistoi Rioni, duke ndjerë se shansi po i rrëshqiste nga dorët. Burri mendoi për një kohë të gjatë. Ka një ish mik të tij që jeton në Gjirokastër. Ai më ndoshta di më shumë. Emri i tij është Agron, por nuk kam kontaktin e tij. Kjo ishte e gjitha që morën nga Zvërneci, një emër dhe një qytet, por ishte më shumë se sa kishin më parë. Gjirokastri ishte një qytet historik, ndërtuar mbi kodra me shtëpi tradicionale me çati guri që dukej sikur ishin pjesë e vet malit. Kur binjakët arritën atje pas disa orësh drejtimi, ishin të lodhur, por të vendosur. Ata morën një dhomë në një hotel të vogël të stilit tradicional, ku pronari, një burr miqësor me flok gri, u tha për historinë e qytetit. Gjirokastri është qyteti i gurit, tha ai me krenari. Këtu ka lindur Enver Hoxha, diktatori, por gjithashtu Ismail Kadarehi, shkrimtari më i madh shqiptar. Kjo ju tregon, nga e njëjta tokë mund të dalin njerëz shumë të ndryshëm. Rioni dhe Rigoni e dëgjuan me mirësi, por mendja e tyre ishte gjendrej. Si të gjenin Agronin në një qytet që nuk e njihnin? Të nesërmen në mëngjes, filluan kërkimin. Shkuan në kafene, pyetën njerëz, përshkruan personin që kërkonin. Pas disa orësh të kota, një taksist u tha se njihte një Agron që jetonte në Gjirokastër dhe kishte qenë mik me dikë që kishte ardhur nga Zvicra. Ai jeton në lagjen e vjetër, pranë Kalas, por nuk jam i sigurt nëse është personi që kërkoni. Shkuan atje dhe gjenin shtëpinë, një ndërtesë vjetër dykatore me balkon druri. Trokitën në derë dhe pas një gruaje në të 40-tat, hapi derën. Mirdita, tha Rioni. Po kërkojmë për Agronin, a jeton këtu? Gruaja i shikoi me dyshim. Pse po e kërkoni? Ne jemi djemt e ti, po e kërkojmë. Emri bëri që gruaja të hapte syt. Hyni, tha ajo duke u dhënudh. Agron është këtu. Ata hynë në një dhomë të vogël por të ngrohtë, ku një burr në të 50-tat ishte ulur pranë dritares, duke lexuar një gazetë. Ai u shikoi kur hynë. Kush janë këta? Pyeti ai gruan e tij. Ata po pyesin për Liridon, tha gruaja. Agroni e vendosi gazetën dhe u shikoi binjakët me vëmendje. Liridon? Nuk e kam dëgjuar emrin e tij prej vitesh. Pse po e kërkoni? Ne jemi djemt e tij, tha Rigoni drejt për drejt. Nga Zvicra, po e kërkojmë. Fytyra e Agronit ndryshoi nga habitja në mosbesim, pastaj në diçka që dukej si keqardhje. Ulu, tha ai ngadalë. Djemt e tij, ai fliste për ju, gjithmonë, tregonte fotografitë tuaja, fotografi të vjetra që kishte marrë me vete nga Zvicra. Ju qante. A e dini ku është? Pyeti Rioni me urgjencë. Agroni u shikoi për një kohë të gjatë, sikur po vendoste nëse duhet u thoshte të vërtetën. Liridon jeton në një fshat të quajtur Drenov, diku në male, rreth 2 orë nga këtu. Është vend i largët, i izoluar. Ai shkoi atje për t'u larguar nga gjithçka, donte të fillonte nga e para. Është i martuar? Pyeti Rigoni, duke e ditur përgjigjen, por duke pasur nevojë ta dëgjonte. Agroni bëri me kokë. Po. Ai u martua me një grua vendase rreth 10 vjet pas deportimit. Kan fëmijë. Mendoj se ka 3.
Heshtja që pasoi ishte e dhëmshme. Rioni dhe Rigoni u ulën në karrige, duke përpunuar këtë informacion. Babai I tyre kishte një familje tjetër, fëmijë të tjerë. Ai kishte vazhduar jetën pa ta. A e di ai për ne? Pyeti Rioni me zë të vogël. A flet akoma për ne? Agroni me zi e mbante shikimin. E fundit herë që fola me të ishte para disa vitesh. Ai përmendi ju, por jo shumë. Mendoj se është shumë e dhimbshme për të. Ai ka një jetë të re tani, një jetë që nuk përfshin të kaluarën. Por ne jemi pjesë e tij, tha Rigoni, duke u ngritur. Ne jemi djemtë e tij, si mund na harroj? Gruaja e Agronit hyri me kafe, duke perceptuar tensionin në dhomë. Ndonjëherë njerëzit harrojnë jo sepse nuk duan të kujtojnë, por sepse kujtimi është shumë I dhimbshëm, tha ajo butë. Agroni shkroi adresën e fshatit dhe disa udhëzime për ta gjetur. Është vend I vështirë për t'u arritur, tha ai. Rruga nuk është e mirë, por nëse jeni të vendosur, do ta gjeni. Ndërsa largoheshin nga shtëpia e Agronit, binjakët ecën në heshtje përmes rrugëve të vjetra të Gjerokastrës. Dielli po zbriste, duke hedhur një dritë të artë mbi çatitë e gurit. "Çfarë do të bëjmë kur ta gjejmë?" pyeti Rigoni më në fund. "Nuk e di," tha Rioni me sinqeritet, "por kemi ardhur deri këtu, nuk mund të kthehemi tani." Atë natë, në hotelin e tyre, asnjëri prej tyre nuk mund të flinte. Mendimet u rrotulloheshin si një stuhi. Çfarë do të thoshin kur ta shihnin Liridon? Si do të reagonte ai? A do t'i pranonte? A do t'i donte? Rigoni shikoi tavanin e errësirë dhe foli në errësirë. "Ndoshta nuk duhet të shkojmë, ndoshta duhet ta lëmë të jetoj jetën e tij." "Jo," tha Rioni me vendosmëri. "Ai ka të drejtë të di se ne jemi këtu dhe ne kemi të drejtë t'i shikojmë në sy dhe të dëgjojmë përgjigjet, pavarësisht se sa të vështira janë." Drenova nuk shfaqej në asnjë hartë turistike. Ishte një fshat I vogël malor, I fshehur në luginat e thella të Alpeve shqiptare, ku njerëzit jetonin jetë tradicionale, të lidhur me baktin dhe bujqësinë. Rruga që çonte atje ishte e keqe, gur, pluhur dhe serpentina të rrezikshme që bënte zemrën të rrahte më shpejt. Rioni drejtonte me kujdes, ndërsa Rigoni mbante hartën dhe udhëzimet që Agroni u kishte dhënë. Pesazhi rreth tyre ishte mahnitshëm, malet e larta me kulme plot borë, lugina të gjelbra ku kulloçnin dele dhe erreke që rrjedhin me ujë të kristalt. "Është e vërtetë se babai ynë jeton në një vend si ky?" pyeti Rigoni, duke shikuar nga dritarja. Ishte aq I ndryshëm nga syri I hu sikur ishin në një planet tjetër. "Ndoshta kjo është ajo që dëshironte. Largësi, qetësi, një vend ku të harroj." Pas 3 orësh drejtimi, ata shuan tabelën e parë për Drenov. Fshati ishte I vogël, ndoshta 20 shtëpi të shpërndara përmes kodrinave, shumica të ndërtuara me gur dhe dru. Kishte një burim uji në qendër, ku gra me shami po mbushnin kova dhe një xhami të vogël me minare modeste. Binjakët parkuan makinën pranë burimit dhe dolën. Menjëherë, njerëzit filluan t'i shikonin. Ishte e qartë se nuk ishin vendas. Rrobat, mënyra e sjelljes, edhe mënyra se si shikonin rreth tyre I bënte të dalloheshin. Një plak që ishte ulur në një stol afër burimit I firi në shqip. "Nga jeni?" pyeti ai. "Po kërkojmë Liridon Berisha," tha Rioni. Nuk ju përgjigj pyetjes. Plaku bëri një grimac dhe tregoi drejt një rruge të ngushtë që ngjitej përmes kodrinës. "Shtëpia e tij është atje, në fund të rrugës, shtëpia e kuqe me obor të madh." Zemrat e binjakëve filluan të rrahen më shpejt. Pas jeve shkërkimi, ishin vetëm minuta larg babait të tyre. Ata filluan të ngjiten përmes rrugës. Ishte vështirë dhe e thepisur, me gur të mëdhenj që bënte ecjen të paqëndrueshme. Në fund, ata pan shtëpinë, një ndërtesë dykatshe me mure të lyera të kuqe dhe një obor të rrethuar me gardh druri. Kishte pemë frutash në obor dhe një pull ku manin pulat. Ndërsa u afruan derës, ata dëgjuan zëra familjesh që loznin dhe një grua që thirri diçka në shqip. Pastaj, dëgjuan një zë burri, I thellë dhe I njohur, edhe pse nuk e kishin dëgjuar kurrë më parë. Rioni trokiti në portën e oborit. Zërat ndaluan. Pas një çasti, porta u hap dhe një grua në të 30-tat e saj u shfaq. Ajo ishte veshur me një fustan tradicional dhe kishte flok të gjatë të lidhur me një shami. "Po," tha ajo, duke I shikuar me dyshim.
Po kërkojmë për Liridon Berisha, tha Rigoni në shqip. A jeton ai këtu? Gruaja hezitoi. Po, por kush jeni ju? Para se të mund të përgjigjeshin, zëri i thellë erdhi nga brenda shtëpisë. Kush është, Flutura? Dhe pastaj ai doli, Liridon Berisha, babai i tyre. Ai ishte një burr në fund të 50-tave, me flok gri që fillonin të rrithnin dhe tipare që Rioni dhe Rigoni e njihnin nga pasqyra. I kishte të njëjtit sy kafe, të njëjtin hund, të njëjtën formë fytyre. Por kishte diçka më tepër, rrudha të thella që tregonin vite pune të rënda dhe një shprehje që dukej e lodhur, e mbytur nga jeta. Liridoni i shikoi dhe për një moment bota u ndal. Ai i shikoi dyja figurat e reja që qëndronin në portën e tij dhe diçka në sytë e tij ndryshoi. Njohja, shoku dhe pastaj frika. Jo, tha ai me zë të thyer në shqip. Nuk mund të jetë, nuk mund. Bab, tha Rioni në shqip, zëri i tij të dridhur. Ne jemi Rioni dhe Rigoni, djemt tu. Liridoni bëri një hap prapa, sikur të ishte goditur fizikisht. Dora e tij kërkoi mbështetje në murin e shtëpisë. Gruaja e tij, Flutura, e shikoi me shqetësim. Liridon, çfarë po ndodh? Kush janë këta? Por Liridon nuk mund të fliste. Ai vazhdonte të shikonte binjakët, sytë e tij duke u mbushur me lot. Buzët e tij të lëvizin, por nuk dillnin fjalë. Ne kemi ardhur nga Zvicra, vazhdoi Rigoni. Kemi ardhur për t'ju gjetur, për të kuptuar, për të ditur pse. Liridon më në fund gjeti zërin. Ju keni rritur, ju jeni burra tani. Zëri i tij ishte plot keqardhje dhe diçka tjetër, turp. Flutura i shikoi burrin e saj, pastaj binjakët dhe kuptoi. Këta janë djent nga Zvicra, ata që ti. Po, tha Liridon duke ulur kokën. Heshtja që pasoi ishte e rëndë dhe dhimbshme. Fëmijët e tyre, 3 prej tyre, një vajzë dhe 2 djem, kishin dalë në obor dhe po shikonin skenën me kurreshtje të fëmijëve. Duhet të flasim, tha Rioni duke përpjekur të mbante kontrollin mbi emocionet. Kemi udhëtuar shumë larg për këtë. Liridoni bëri me kokë ngadalë. Hyni, tha ai me zë të lodhur, por ky nuk është bisede lehtë. Hyn, një hapësirë modeste me mobiline të thjeshta dhe mure të dekoruara me qilim të endur me dorë. Ajo ka aromë ushqimi, mishti po gatuhet në zjarr dhe buke sa po pjekur. Flutura u ofroi karrige, por ajo nuk u ul. Ajo qëndroi në këmbë, duke i shikuar të gjithë me një përzierje ndjeshësh turbullire, hutim, xhelozi dhe një farë trishtimi. Fëmijët u dërguan jashtë për të luajtur, edhe pse vajza më e dhotet, që dukej se ishte rreth 10 vjeçe, vazhdonte të shikonte nga dritarja. Liridoni ul përballë binjakëve. Ai i shikoi për një moment, sikur po përpiqej të besonte se ishin real. Si është mana juaj? Pyeti ai më në fund. Mirë, tha Rioni shkurt. Ajo na rriti vetëm, punoi gjithë jetë për ne, na dha gjithçka. Liridon uli kokën. E meritonte dikush më të mirë se unë. Pse na late? Pyeti Rigoni, zëri i tij duke u prerë nga emocioni. Pse na harove? Liridon mori një frym të thellë. Nuk ju harova kur, as një orë, as një ditë, por kur më deportuan, bota ime u shemb. U përpoq të kthehem, e betova, u përpoq, por sistemi ishte kundër, nuk kishte mënyrë. Dhe me kalimin e kohës, realizova se ju ishit më mirë pa mua. Ju rritet në Zvicër, me mundësi, me jetë të mirë. Çfarë mund t'ju ofroja unë? Varfëri? Trishtim? Por na doje? Insistoi Rioni. Apo ne ishim vetëm një gabim. Liridon e shikoi me sy plot dhimbje. Ju ishit gjëja më e mirë që më kishte ndodhur ndonjëherë. Kur e mbajta ju në krah për herë të parë, ndjeva një dashuri që nuk e kisha njohur më parë. Dhe kur më morën nga ju, ndjeva sikur një pjesë e shpirtit tim më ishte shkëputur. Po pse u martuat përsëri? Pse krijova një familje të re? Flutura, që kishte qëndruar hesht, foli për herë të parë. Sepse njerëzit duhet të vazhdojnë jetën, sepse jeta nuk ndalet për shkak të dhimbjes. Liridoni shikoi gruan e tij me mirënjohje, pastaj u kthye te binjakët. Flutura më shpëtoi. Kur erdha këtu isha i shkatruar, nuk isha në gjendje të funksionoja. Ajo më dha një arsye për të vazhduar. Fëmijët tanë më dhanë qëllim. Por kur, asnjë ditë nuk ju zëvendësova. Ju ishit gjithmonë në zemrën time.
Por nuk na kërkuve, tha Rioni, duke qenë në lot. Nuk shkrove, nuk thire. Ishim në Zvicër, një vend të vogël, mund të na gjeje. E kam provuar, tha Jeridon, zëri i tij duke u thyer. Por çdo herë që mbaja një letër për t'ju shkruar, ndihesha i turpëruar. Çfarë mund t'ju thoja? Që isha një baba që nuk mund t'ju mbante, që isha i depërtuar si kriminal, që isha i pafuqishëm? Na duhej ti, tha Rigoni thjesht. Jo paraja, jo Zvicra, për ti, baba i ynë. Kjo fjalë theu diçka në Liridon. Ai filloi të qante me pëllëmb në fytyrë, trupi i tij duke u dridhur nga mundimi. Ishte një pamje që thyen zemrat e të gjithëve në dhomë. Flutura shkoi pranë tij dhe vuri dorën në supë. Rioni dhe Rigoni qëndronin të palëvizur, duke parë babain e tyre, një njeri që kishin imagjinuar si të fortë dhe heroik, të thyer përpara tyre. Më falni, tha Liridon me slotësh. Më falni që nuk isha atje. Më falni që nuk luftova më fort. Më falni që ju zhgënjeva. Rioni ndjeu diçka të çuditshme. Nuk ishte zemërim që ndjente më, por keqardhje. Keqardhje për këtë njeri që kishte humbur aq shumë, që kishte jetuar me peshën e fajit për dekada. Ne nuk kemi ardhur për falje, tha Rioni but. Kemi ardhur për t'ju njohur, për të kuptuar, për të ditur se kush jeni. Liridon e fshiu fytyrën dhe i shikoi me sy të kuq. Kush jam? Jam një njeri i thyer që ka bërë gabime, por jam gjithashtu babai juaj, dhe ajo nuk do të ndryshoj kurrë. Ditët që pasuan ishin ndër më komplekset emocionale që binjakët kishin jetuar ndonjëherë. Ata qëndruan në një shtëpi mysafirësh të vogël në fshat, por kaluan shumicën e kohës me Liridon dhe familjen e tij. Ishte e çuditshme të njiheshe me babain tënd në moshë madhore, të shihje se si jetonte, se si ndërvepronte me familjen e tij të re. Liridon ishte një baba i butë me fëmijët e tij të vegjël, Arian, 8 vjeç, Elira, 10 vjeç dhe Besnik, 5 vjeç. Ai luante me ta, u tregonte për ralla, i mbante në krah me dashuri të dukshme. Dhe çdo herë që Rioni dhe Rigoni shikonin këto momente, ndinin një dhimbje të thellë. Kjo ishte ajo që u kishte munguar. Kjo dashuri, kjo prani, këto momente të thjeshta që formonin lidhjen mes një babai dhe fëmijëve. Një pasdite, ndërsa Liridon po u tregonte fshatin dhe zonën përreth, ai filloi të hapej më shumë. Kur u ktheva në Shqipëri, vendi ishte në kaos, tha ai, duke ecur përmes një shtegu malor. Ishte pak pas rënies së komunizmit. Njerëzit po përpiqeshin të mbijetonin. Unë erdha me zemër të thyer dhe pa para. Familja ime në Zvërnec më ndihmoi në fillim, por nuk mund të qëndroja atje. Çdo gjë më kujtonte atë që kisha humbur. Prandaj erdhe këtu? Pyeti Rigoni. Po, Drenova është i largët nga çdo gjë. Këtu nuk kishte pyetje, nuk kishte gjykime. Fillova të punoj në ferma, me bakti. Punë të rënda, por më mbante të zënë. Më ndihmonte të mos mendoja. Po flutura? Pyeti Rioni. Si e takove? Liridon buzëqeshi për herë të parë. Një buzëqeshje e vogël, por e sinqert. Flutura ishte nga fshati. Familja e saj kishte jetuar këtu për breza. Ajo ishte e re, vetëm 20 vjeç, por kishte një zemër të madhe. Më pa kur isha në pikën më të ulët, i sëmur, i vetmuar, gati të vetvrasur, dhe ajo vendosi të më ndihmonte. Ai ndaloi dhe shikoi horizontin. Nuk ishte dashuri në fillim, ishte mëshirë, por me kalimin e kohës ajo u bë diçka më shumë. Ajo më dha një arsye për të vazhduar. Dhe kur Elira londi, për herë të parë pas vitesh, ndjeva paqe. Por ne? Pyeti Rigoni, duke mos mundur ta fshehni dhimbjen në zë. Liridon u kthye dhe i shikoi drejt në sy. Çdo herë që shoh Arianin dhe Besnik, shoh ju. Çdo herë që Elira më thërret bab, dëgjoj zërat tuaj që nuk i kam dëgjuar kurrë. Ju nuk jeni zëvendësuar, ju jeni gjithmonë këtu, tha ai duke treguar zemrën. Por jeta më detyroi të vazhdoj, dhe unë nuk e di nëse ajo ishte zgjidhja e duhur apo thjesht mënyra se si dija të mbijetoja. Atë mbrëmje, Flutura stoi binjakët për darkë në shtëpinë e saj. Ajo kishte përgatitur një gosti tradicionale, mish i pjekur me qep dhe patate, byrek me spinaq dhe kos të shtëpisë. Tavolina ishte e vogël dhe të gjithë ulën së bashku. Liridon, Flutura, 3 fëmijët e tij të vegjël, Arian, 8 vjeç, Elira, 10 vjeç dhe Besnik, 5 vjeç. Dhe çdo herë që Rioni dhe Rigoni shikonin këto momente, ndinin një dhimbje të thellë. Kjo ishte ajo që u kishte munguar. Kjo dashuri, kjo prani,
Këto momente të thjeshta që formonin lidhjen mes një babai dhe fëmijëve. Një pasdite, ndërsa Liridon po u tregonte fshatin dhe zonën përreth, ai filloi të hapej më shumë. Elira, vajza 10 vjeçare, foli papritmas. Ju jeni vëllezërit tanë të mëdhenj? Pyeti ajo me pafajësi fëmijërore. Rioni dhe Rigoni shkërmbyen një vështrim. Po, tha Rigoni, ne jemi gjysmë vëllezërit tuaj. Por pse nuk keni jetuar me ne? Pyeti Arjan, djali 8 vjeçar. Liridon ndërhyri, sepse ata jetojnë shumë larg, në një vend tjetër, por tani janë këtu për të na vizituar. A do të qëndroni? Pyeti Besnik, djali më i vogël, duke i shikuar me sy të mëdhenj. Pyetja mbeti në ajër. Askush nuk e dinte përgjigjen. Pas darkës, ndërsa fëmijët po loznin jashtë, Flutura foli me binjakët në kuzhinë ndërsa po lante enët. E di se kjo është e vështirë për ju, tha ajo pa i shikuar. Por ju lutem kuptoni, Liridon nuk është një burr i keq. Ai ka vuajtur më shumë se sa mund ta imagjinoni. Dhe familja jon, ne jemi gjithçka që ai ka tani. Ne nuk duam ta shkatërrojmë familjen tuaj, tha Rioni, por kemi të drejtë të dim babain ton. Flutura u kthye dhe i shikoi. Kishte lot në sytë e saj. E di. Dhe kjo është ajo që më frikson. Se çfarë do të thotë kjo? Për ne? Se çfarë do të thotë për fëmijët e mi? Ne nuk jemi këtu për të marrë asgjë, tha Rigoni. Jemi thjesht këtu për të kuptuar. Por edhe ndërsa thoshte këtë, ai e dinte se e vërteta ishte më komplekse. Pranimi i tyre kishte ndryshuar diçka në dinamikën e kësaj familjeje. Kishte sjell të kaluarën në të tashmen dhe askush nuk ishte i sigurt se si të trajtonte atë. Javët kaluan dhe binjakët vendosën të qëndronin më gjatë se sa kishin planifikuar. Ata thirrnin nënën e tyre në Zvicër rregullisht, duke e njoftuar për gjithçka. Helena dëgjonte me një përzierje ndjeshesh, lumturi që djemtë e saj kishin gjetur babain e tyre, por gjithashtu një trishtim të thellë për kompleksitetin e situatës. Si është ai? Pyeti ajo një natë, zëri i saj i lodhur përmes telefonit. Është i thyer, tha Rioni, por gjithashtu i fortë, ka mbijetuar gjëra të vështira, ka një familje që e do, por ne mundemi të shohim se ende na mban në zemër. Helena heshti për një kohë. A mendon se ai më kujton ndonjëherë? Rioni nuk e dinte si t'i përgjigjej. Mendoj se ai kujton atë që kishte, dhe ti ishe pjesë e asaj. Ndërkohë në fshat, binjakët filluan të integrohen ngadalë. Mësuan të flisnin më mirë shqip duke ndërvepruar me vendas, ndihmuan Liridon në punët e fermës dhe filluan të ndërtojnë një marrëdhënie me gjysmëvëllezërit e tyre. Elira ishte veçanërisht e hapur. Ajo u bëri pyetje të pafundme për Zvicrën. Si ishte jeta atje? Si ishin shkollat? Çfarë hanin? Si visheshin? Ajo dukej të ëndërronte për një botë përtej maleve që e rrethonin. Një ditë do të vi në Zvicër. Do të shoh dënoren në male siç më ka treguar babai. Ti mund të vish, tha Rigoni, duke buzëqeshur. Kur të rritesh, mund të vizitosh. Por Flutura, që po dëgjonte nga dritarja, nuk dukej të lumtur me këtë ide. Ajo kishte thënë më parë se kishte frikë. Frikë se bota e jashtme do t'i tërhiqte fëmijët e saj larg, ashtu siç i kishte tërhequr Liridon dikur. Një ditë, ndërsa Liridon dhe binjakët ishin duke kullosur delet në kodrin, Liridon filloi të fliste për diçka që kishte mbajtur brenda për vite. Ka diçka që duhet ju them, tha ai duke ndaluar dhe duke ulur në një shkëmb. Diçka që nuk ja kam thënë askujt, vetëm Fluturës. Rioni dhe Rigoni u ulën pranë tij, duke ndjerë se kjo do të ishte e rëndësishme. Kur u deportova, filloi Liridon, u përpoqja të kthehem, në mënyrë legale në fillim, aplikova për viza, kontraktova avokat, por kur ato rrugë nuk funksionuan, u përpoqja në mënyra të tjera. Marri një frym të thellë. Pagova kontrabandistë që premtonin se do të më kalonin ilegalisht në Itali dhe nga atje në Zvicër. Dhash të gjitha kursimet që kisha dhe më shumë, mora hua që ende po i shlyej. Por kontrabandistët më mashtruan, më lanë në mes të detit në një varg të vjetër me njerëz të tjerë. Ne gati u mbytëm. Roja bregdetare italiane na shpëtoi, por më deportuan përsëri. Zëri i tij u thye. E provova 3 herë. 3 herë rrezikova jetën dhe çdo herë humba më shumë para që nuk i kisha. Rioni ndjeu një nyl në fyt. Nuk e dinim. Natyrisht që nuk e dinit, sepse çdo herë që shkronja letër për Helenën, nuk i thoja këto gjëra. Nuk desha që ajo të shqetësohej,
por në fund lodhja më mundi. E kuptova se nuk kishte mënyrë. Sistemi ishte shumë i fortë dhe unë isha thjesht një njeri. Por pse në nuk keni këtu? Pse ajo nuk na solli ne këtu? Pyeti Rigoni. Liridoni i shikoi me një shprehje të dhimbshme. Sepse Shqipëria në atë kohë nuk ishte vend për të rritur fëmijë. Ishte varfëri, kaos, mungesë shërbimesh. Helena e dinte këtë, dhe unë ja kërkova. Ja kërkova të mos vinte, të qëndronte në Zvicër, t'ju hipte jetë të mirë, sepse unë nuk kisha asgjë për t'ju ofruar. Heshtja që pasoi ishte e peshuar. Binjakët filluan të kuptonin se ky nuk ishte një tregim i thjesht i braktisjes. Ishte një tregim i sistemeve që ndajnë familjet, i padrejtësive që shkaktojnë vuajtje, i zgjedhjeve të pamundura që njerëzit detyrohen. E do akoma në nënton? Pyeti Rioni pas një kohe të gjatë. Liridon shikoi horizontin. Pjesë e zemrës sime do të jetë gjithmonë e saj. Ajo ishte dashuria ime e parë, nëna e djemve të mi, por kam një jetë tjetër tani. Kam një grua që më shpëtoi kur isha në fund të humnerës, dhe ajo meriton respektin dhe dashurinë time. Ishte një përgjigje ndershte, por që linte një boshllëk. Një pjesë e binjakëve shpresonte për diçka më tepër, një deklarim madhështor, një premtim për rivendosjen e së kaluarës. Por jeta nuk ishte aq e thjeshtë. Atë mbrëmje, kur u kthye në shtëpi, Flutura priste me shqetësim. Ku ishit aq gjatë? Pyeti ajo. Po flisnin, tha Liridon thjesht. Flutura i shikoi binjakët me një shikim që ishte i vështirë për t'u lexuar. Ju po ja merrni burrin tim, tha ajo papritmas. Çdo ditë që kalon, ai shpenzon më shumë kohë me ju. Fëmijët tanë fillojnë të pyesin pse. Ne nuk duam ta marrim, tha Rigoni. Por kemi të drejtë të njohim babain ton. Dhe çfarë për të drejtat e fëmijëve të mi? Tha Flutura, zëri duke u ngritur. Ata gjithashtu kanë nevojë për babain e tyre, dhe ju po e bëni atë të kujtojë një jetë që ai ka lënë pas. Liridon u vu midis. Mjaft, të gjithë keni të drejtë. Të gjithë meritoni dashurinë time, por unë jam vetëm një njeri dhe nuk mund të kënaq të gjithë. Kjo ishte kur tensioni eksplodoi vërtet. Flutura filloi të qante, duke thënë se ndjente se po humbiste burrin e saj. Fëmijët e saj filluan të qasin gjithashtu, të shqetësuar nga sherri i prindërve të tyre. Rioni dhe Rigoni qëndruan të pagjetur, duke realizuar se pranimi i tyre kishte sjellë një stuhi në këtë familje që kishte jetuar në qetësi për vite. Ndoshta ne duhet të shkojmë, tha Rioni but. Jo, tha Liridon me vendosmëri. Nuk do të largoheni. Kam humbur 24 vjet me ju, nuk do t'ju humbas përsëri. Por nuk mund të vazhdojmë kështu, tha Flutura. Kjo situatë po na shkatron. Nata ishte e gjatë dhe pa gjumë për të gjithë. Liridon dhe Flutura folën deri në mëngjes, zërat e tyre të ulët, por intensiv duke dal nga dhoma e tyre. Rioni dhe Rigoni dëgjonin nga shtëpia e mysafirëve afër, një faj duke i konsumuar. Ndoshta bëm gabim duke ardhur, tha Rigoni në errësirë. Apo ndoshta duhej të kishim ardhur më parë, tha Rioni, para se ai të krijonte një jetë që ne nuk mund të përputhen. Të nesërmen, në mëngjes, Liridon u thiri për një takim serioz. Ai duke i lodhur, sytë e tij të kuq nga mungesa e gjumit. Duhet flasim për realitetin, tha ai duke ulur përballë tyre në hapësirën e vogël ku jetonin. Ju jeni këtu për 2 javë tani, dhe çdo ditë situata bëhet më komplekse. E dim, nuk duam të shkaktojmë probleme. Nuk jeni ju problemi, tha Liridon. Problemi është se unë kam jetuar në 2 botë që nuk mund të bashkohen, dhe tani të dyja botët janë këtu, përfara meje, dhe unë nuk di si t'i trajtoj të dyja. Ai mori një frym të thellë. Flutura më ka dhënë një ultimatum. Ajo thot se nëse vazhdoj të kaloj aq shumë kohë me ju, ajo dhe fëmijët e saj do të shkojnë të jetojnë me familjen e saj në fshatin tjetër. Binjakët ndjenë një peshë të rëndë në zemër. Nuk duam të shkatroj martesën tuaj, tha Rigoni. Por gjithashtu nuk dua t'ju humbas përsëri, tha Liridon, zëri plot dhimbje. Kam humbur 24 vjet duke jetuar me këtë peshë, dhe tani që në fund më keni këtu, ndihem sikur më detyrojnë të zgjedh. Atëherë zgjedh familjen tënde, tha Rioni, edhe pse fjalët i dhembin. Ata kanë nevojë më shumë për ty se për ne. Ne kemi pasur një jetë të shkëlqyer, kemi pasur një nënë të shkëlqyer, kemi gjithçka. Përveç një babai, tha Liridon but. Heshtja që pasoi ishte e thellë dhe e dhimbshme. Nuk dua të zgjedh, tha Liridon më në fund. Nuk dua të them ata janë më të rëndësishëm se ju, ose ju jeni më të rëndësishëm se ata. Të gjithë jeni fëmijët e mi. Të gjithë meritoni dashurinë time. Por jeta kërkon zgjedhje, dhe ti tashme e zgjodhe kur krijove këtë familje këtu. Liridon e shikoi me sy të lot.
Nuk ishte zgjedhje, ishte mbijetesë. Ditët që pasuan ishin plot debate, lot dhe diskutime të vështira. Elira, vajza 10 vjeçare, kishte dëgjuar pjesë të bisedës dhe erdhi tek binjakët një ditë. Ju po largoheni? Pyeti ajo me sy të lagur. Ndoshta, tha Rioni, nuk dashur të gënjente. Por sa po ju njohëm, tha ajo, sa po fillova t'ju dua si vëllezër. Dhe ne të duam ty gjithashtu, por ndonjëherë dashuria nuk mjafton për të bërë gjërat më të funksionojnë. Flutura, që kishte mbajtur distancë, erdhi tek ata atë mbrëmje. E di se ju më urreni, tha ajo. Nuk të urrim, tha Rioni. Në fakt, të respektojmë. Ti e ktheve babain ton në jetë kur ai ishte pothuajse i vdekur. Ti i dhe diçka për t'jetuar. Flutura ul dhe filloi të qante. Por tani, ndjenja sikur po e humbas. Çdo herë që ai ju shikon, shoh mallin në sytë e tij. Shoh keqardhjen dhe kam frikë se një ditë ai do të vendosë se ju jeni më të rëndësishëm dhe do të më lërë. Ai nuk do të lërë, tha Rigoni. Ai të do. Ne e shohim atë në mënyrën se si të shikon, në mënyrën se si flet për ty. Por dashuria nuk është gjithmonë e mjaftueshme, tha Flutura, duke përsëritur fjalët që Rigoni kishte thënë më parë. Ishte Liridon që pruri zgjidhjen, një zgjidhje që askush nuk e kishte pritur. Unë do të vi në Zvicër, tha i një natë, kur ishin të gjithë të mbledhur. Të gjithë e shikuan me shok. Çfarë? Tha Flutura. Do të vi në Zvicër, përsëriti Liridon, jo për t'jetuar, por për të vizituar, për t'i njohur djemtë e mi në terrenin e tyre, për t'i parë se si jetojnë, për t'i takuar nënën e tyre përsëri, për të mbyllur disa kapituj që mbetën të hapura. Por si? Pyeti Rioni. Ti je i deportuar, nuk ke leje të hysh në Zvicër. Do t'aplikoj sërish, tha Liridon, me ndihmën tuaj, me letra nga ju që dëshmojnë se jeni djemtë e mi dhe se dëshironi të më shihni. Sistemet kanë ndryshuar, ndoshta tani, pas aq vitesh, do të më japin të shans të vizitoj për pak ditë. Flutura nuk duke e bindur, dhe nëse ata të lejojnë, nëse ti shkon atje dhe vendos që do të qëndrosh, Liridon e mori dorën e saj. Nuk do të ndodh, jeta ime është këtu, me ty, me fëmijët tanë, por kam nevojë për mbyllje, kam nevojë të shoh se djemtë e mi janë mirë, kam nevojë të flas me Helenën dhe të kërkoj falje për gjithçka që ndodhi. Ishte një plan i guximshëm dhe askush nuk ishte i sigurt nëse do të funksiononte, por ishte diçka, një rrugë përpare që nuk kërkonte sakrifica absolute nga asnjëra palë. Procesi i aplikimit ishte i gjatë dhe kompleks. Rioni dhe Rigoni kontaktuan avokatin e familjes së tyre në Zvicër, duke shpjeguar situatën. Ata shkruan letra të detajuara duke dëshmuar se ishin fëmijët e Liridon Berisha dhe se dëshironin të kishin një marrëdhënie me të. Helena, kur dëgjoi për planet, pati një reakcion kompleks. A je i sigurt se dëshiron ta shohësh përsëri? Pyeti ajo nëpër telefon. Jo, tha Rioni me sinqeritet, por mendoj se ti meriton mbyllje gjithashtu. Javët kaluan ndërsa priten përgjigje nga autoritetet zvicrane. Ndërkohë, marrëdhënia mes binjakëve dhe familjes së Liridon vazhdoi të thellohet. Ata u bën pjesë e jetës së fshatit, ndihmonin në punët e fermës, merrnin pjesë në festimet vendase, mësuan traditat dhe zakonet. Një marrëbrëmje, ndërsa dielli po zbriste pas maleve, Liridon e binjakët u ulën në terracën e shtëpisë së tij, duke parë fëmijët e vegjël që luanin në obor. Ndonjëherë, hap syt në mëngjes dhe mendoi se gjithçka ishte një ëndër, se ju nuk jeni këtu vërtet, se ju akoma jeni foshnja në Zvicër që nuk i njoh kurrë. Por ne jemi këtu, tha Rioni, dhe ne të njohim tani. Po, tha Liridon me buzëqashje të trishtimi, por kam humbur aq shumë, hapat e parë, fjalët e para, ditën e parë të shkollës, diplomimin. Të gjitha ato momente që bëjnë një baba të ndihet krenar. Por mund të kesh momente të reja, tha Rigoni. Ndoshta nuk janë të njëjtat, por janë diçka. Liridon bëri më kokë. Shpresoj sistemi më jep një shans të jetë në jetën tuaj, edhe nëse është vetëm nga larg. Kur përgjigja më në fund erdhi, ishte përzierje. Autoritetet zvicrane ishin dakord të shqyrtonin kërkesën për një vizë të afatshkurtër për qëllime humanitare, por kërkonin dokumenta shtesë, intervista dhe një garanci se Liridon do të kthehet në Shqipëri pas vizitës. Ky është një fillim, tha avokati në një thirrje me Rionin, por duhet të jesh i sinqert, shansi nuk është i lartë. Sistemet janë ende të ashpra me personat që janë deportuar më parë. Megjithatë, ata vazhduan përpjekjet. Helena, në një veprim që surprizoi të gjithë, shkroi një letër vetë për autoritetet. Liridon Berisha nuk ishte kriminal, ai ishte thjesht një burr i ri që u kap nga sistemi i imigracionit. Ai është babai i djemve të mi dhe ata meritojnë mundësinë ta njohin. Unë, si nëna e tyre dhe ish partneri i tij,
po lutem që të jepet një shans të vizitoj familjen e tij. Kur Liridon lexoi këtë letër, e përkthyer në shqip nga Rioni, ai qau hapur. Ajo ishte gjithmonë më e mira ndër ne, tha ai. Edhe pas gjithçkaje që i kam bërë, ajo akoma është në anën time. Flutura, që kishte qenë fillimisht kundër ideve, filloi të butësohej kur pasa shumë kjo do të thoshte për Liridon. Nëse ata të lejojnë të shkosh, tha ajo një natë, premto që do të kthehesh, premto që nuk do të na harrosh. Si mund të harroj familjen time? Tha Liridon, duke e përqafuar. Ju jeni jeta ime, por kam nevojë të bëj këtë. Kam nevojë të shoh se pjesa tjetër e familjes sime është mirë. Muajt kaluan dhe binjakët vendosën të kthehen në Zvicër, ndërsa procesi i aplikimit vazhdonte. Lamtumira ishin emocionale, veçanërisht me Elira, Arjan dhe Besnik, që ishin lidhur me vëllezërit e tyre të mëdhenj. Do të ktheheni? Pyeti Besnik, duke mbajtur dorën e Rigonit. Po, tha Rigoni. Dhe ndoshta herën e ardhshme, babai juaj do të vi me ne në Zvicër. Liridoni i përcolli deri në makinë. Përqafimi i tij ishte i gjatë dhe i fortë. Faleminderit që erdhët, tha ai. Faleminderit që më dhat shansin ta njoh ju. Edhe nëse nuk shoh ju përsëri, ju duhet ta dini se këto javë ishin më të lumtura të jetës sime të dytë. Do të shohesh ne përsëri, tha Rioni me vendosmëri, dhe ne do të sigurohemi se aplikimi të miratohet. Udhtimi i kthimit në Zvicër ndjehej i ndryshëm nga ai i ardhjes. Kur kishin nisur, ata kishin qenë plot pyetje dhe pasiguri. Tani ata kishin përgjigje. Jo të gjitha ato që kishin shpresuar, por përgjigje megjithatë. Në aeroport të Zyrihut, Helena priste. Kur ajo i pa djemtë e saj, emocionet e saj dolën në sipërfaqe. Ajo i përqafoi të dy njëkohësisht. Si ishte? Pyeti ajo duke mos qenë e sigurt nëse dëshironte ta dinte. Komplekse, tha Rioni, por e nevojshme. Në ditët që pasuan, ata i treguan nënës së tyre gjithçka, shtëpinë në fshat, familjen e re të Liridonit, vuajtjet që ai kishte kaluar dhe planet për vizitën potenciale në Zvicër. Helena dëgjonte me një përzierje ndjenjash. Mendoni se ai vërtet dëshiron të vi, apo thjesht ndjesia e detyruar? Mendoj se ai ka nevojë të vi, për t'u pajtuar me të kaluaren, për t'i parë ato në syt dhe për të thënë ato që nuk tha kurrë. Dhe ti? Pyeti Rioni me kujdes. A je gati ta shohësh përsëri? Helena mundohi për një kohë të gjatë. Nuk e di. Pjesë e me e urren atë për atë që ndodhi, por pjesë tjetër e kupton se ai ishte viktime e sistemit, sikurse ne të gjithë. Javët u bën muaj dhe më në fund erdhi lajmi. Autoritetet zvicrane kishin miratuar një vizet afat shkurtër për Liridon, 5 ditë, në mbikëqyrje dhe me kushtin se ai do të kthehej në Shqipëri në fund. Kur Liridon mori lajmin, ai thirri menjëherë. Nuk mund ta besoj, tha ai, zëri duke u thyer nga emocioni. Pas 25 vjetësh do të kthehem. Flutura, në sfond, mund të dëgjohej duke qarë gjithashtu, por nuk ishte e qartë nëse ishin lot gëzimi apo frike. Përgatitjet filluan menjëherë. Helena organizoi një takim të vogël në apartamentin e saj, duke ftuar vetëm familjen e ngushtë, binjakët dhe disa miq të afërt që e njihnin historinë. Dita e mbërritjes së Liridon në Zvicër ishte e ngarkuar me tension. Rioni dhe Rigoni shkuan në aeroport për ta marrë. Ndërsa prisnin pranë bortës, zemrat e tyre rrahën me forcë. Kur Liridon u shfaq, kaluar përmes kontrollit të pasaportave, dukur i lodhur por edhe emocionuar, binjakët e panë si një version të vjetëruar të atij burri në fotot që kishin parë. Përqafimi i tyre në aeroport ishte i gjatë dhe i heshtur. Nuk kishte nevojë për fjalë. Mirë se erdhe, tha Rioni më në fund. Mirë se u gjeta, tha Liridon. Udhtimi i kthimit në Zvicër ndjehej i ndryshëm nga ai i ardhjes. Kur kishin nisur, ata kishin qenë plot pyetje dhe pasiguri. Tani ata kishin përgjigje, jo të gjitha ato që kishin shpresuar, por përgjigje megjithatë. Në aeroport të Zyrihut, Helena priste. Kur ajo i pa djemtë e saj, emocionet e saj dolën në sipërfaqe. Ajo i përqafoi të dy njëkohësisht. Si ishte? Pyeti ajo duke mos qenë e sigurt nëse dëshironte ta dinte. Komplekse, tha Rioni, por e nevojshme. Helena i bëri shenjë Liridonit të ulej. Ai ul në divan i njëjtë ku dikur kishin qëndruar së bashku, ku kishin planifikuar të ardhmen e tyre, ku kishin ëndërruar për familjen që do të krijonin. Dëshiron diçka për të pirë? Pyeti Helena duke u përpjekur të mbante kontrollin. Kafe, nëse ke, tha Liridon me zë të ulët.
Helena shkoi në kuzhinë dhe binjakët ndjen se duhet I linin vetëm për një moment. Ata dolën në balkon duke I dhënë prindërve të tyre hapësirë. Kjo është surreale, tha Rigoni duke shikuar qytetin poshtë. Po, ra dakord Rioni, por nevojshme. Brenda, Helena I solli kafen Liridonit dhe ul në karrigen përballë tij. Heshtja mbushi vomën për ato që dukeshin si minutat përgjendese. Ti dukesh mirë, tha Liridon më në fund. Jo, nuk dukem, tha Helena me një buzëqeshje të hidhur. Jam plakur, sikur se ti. Po, pranoi Liridoni, jeta nuk ka qenë e butë me asnjërin prej nesh. Helena e shikoi drejt për drejt. Pse nuk luftove më fort? Pse nuk e bëre të pamundurën për të qëndruar? Ishte pyetja që kishte mbajtur për dekada, dhe Liridoni e dinte se nuk ishte përgjigje që do ta kënaqte plotësisht. E bëra, tha I, luftova sa mundesha, por sistemi ishte më I fortë se unë, dhe sa më shumë luftoja, aq më tepër humbja, para, dinjitet, shpresë. Në një moment, e kuptova se lufta më shkatëronte, dhe mendova se ju do të ishit më mirë nëse lëshoja. Por ne nuk ishim më mirë, tha Helena, zëri duke u ngritur. Djemt rritën duke pyetur ku ishte babai I tyre, pyetën nëse u donte, nëse ishin të padëshiruar. Dhe unë kam jetuar çdo ditë duke ditur se ata po mendojnë këto gjëra, tha Liridon duke filluar të qaj. Çdo ditë, Helena, çdo ditë kam dëshirë të kthehem kohën dhe të bëj gjëra ndryshe, por nuk mundemi. Helena gjithashtu kishte lot në sy. E di, dhe kjo është pjesa më e vështirë. Të pranosh se disa gjëra thjesht ndodhin dhe askush nuk është plotësisht fajtor. Binjakët hynë përsëri, duke ndjerë se momenti kishte arritur për ta sjellë gjithçka së bashku. Ne duam të dinë diçka, tha Rioni duke ulur midis tyre. A ka qenë e vlen? Të gjitha vitet, vuajtja, ndarja, a ka qenë e vlen që ne të jemi këtu tani? Helena dhe Liridon shkëmbyen një shikim. Po, tha Helena, sepse pavarësisht nga gjithçka që ndodhi, ju jeni mrekullia më e madhe e jetës sime. Dhe asgjë, asnjë vuajtje, asnjë lot, nuk I ndryshon atë. Dhe unë, shtoi Liridon, edhe pse kam humbur aq shumë, kam fituar diçka gjithashtu, një familje në Shqipëri që më dashuroi kur isha I thyer. Jeta nuk është perfekte, por është jona, dhe ju jeni pjesë e saj tani. Ditët që pasuan ishin plot momente të vogla, por domethënëse. Liridon vizitoi vendet ku kishte jetuar, rrugën ku kishte qenë apartamenti I vjetër, tani zëvendësuar nga një ndërtesë moderne, kafenen ku kishte takuar Helenën për herë të parë, ende e hapur, universitetin ku kishte studiuar, tani I zgjeruar dhe modernizuar. Çdo vend mbante kujtime, dhe çdo kujtim solli emocione të forta. Ai gjithashtu kaloi kohë me binjakët, duke I njohur si njerëz të rritur, interesat e tyre, karrierat, ëndrat. Ai dëgjoi për jetën e tyre në Zvicër, për sfidat që kishin përballur, për momentet kur kishin dëshiruar që ai të ishte atje. Një ditë, ndërsa ecnin përgjatë liçenit të Zyrihut, Rioni pyeti pyetjen që kishte mbajtur. Nëse do të kishe mundësinë ta bëje sërish, të jetoje jetën nga fillimi, çfarë do të bëje ndryshe? Liridon mendoi për një kohë të gjatë. Do të luftoja edhe më fort për të qëndruar, do të mos pranoja deportimin pa betejë, do të kërkoja çdo opsion ligjor, çdo rrugë të mundshme, por hezitoi ai. Por gjithashtu e di se ndoshta rezultati do të ishte I njëjtë, dhe atëherë të paktën kam arritur të krijoj diçka të mirë nga rrënojat. Familjen në Shqipëri? Tha Rigoni. Po, tha Liridon. Ata më shpëtuan, dhe unë nuk mund të pendohem për këtë. Ishte një përgjigje ndershme, edhe pse e dhimbshme. Në natën para nisjes, Helena organizoi një darkë të vogël, vetëm ajo, Liridon dhe binjakët. Ajo gatoi ushqime që Liridonit I kishte pëlqyer dikur, fondy zviceran, sallat me kastraveca dhe një ëmbëlsirë tradicionale me çokoladë. Më kujton, tha Liridon duke ngrënë. Më kujton kohën kur ishim të lumtur. Ne ishim të lumtur, tha Helena. Për një kohë ishim shumë të lumtur. Po tani? Pyeti Liridon. A je e lumtur tani? Helena mbuti vend momentin. Jam e kënaqur. Kam punën time, kam djemtë e mi, kam jetën që kam ndërtuar. Nuk është ajo që e imagjinova, por është mirë. Edhe unë, tha Liridon. Jeta në Drenov nuk është luksoze, por është e qetë, dhe kam një familje që më dashuron. Kjo është më shumë se sa meritoja. Ndërsa darka po përfundonte, binjakët vunë re se Helena dhe Liridon po flisnin më lehtë, duke buzëqeshur më shpesh, duke ndarë kujtime pa dhimbjen e mprehtë që kishte karakterizuar takimin e tyre të parë. Mendoni se mund të jemi miq? Pyeti Helena pa pritmas. Liridoni shikoi me surprizë. Miq? Po,
Jo partnere, jo të dashuruar, por njerëz që respektojnë njëri tjetrin, që ndajnë një histori dhe që duan të mirën për fëmijët tanë. Liridon buzëqeshi, një buzëqeshje të vërtet që e ndriçoi fytyrën e tij. Do të më pëlqente shumë ajo. Dita e largimit arriti shumë shpejt. Në aeroport përsëri ishte plot emocione, por këtë herë ishte e ndryshme. Nuk ishte një ndarje përfundimtare, por një lamtumir që premtonte mundësinë e takimeve të ardhshme. Do të ktheheni në Shqipëri? Pyeti Liridon binjakët. Po, tha Rioni, dhe jo vetëm ne, ndoshta herën e ardhshme, nëna mund të vijë gjithashtu. Helena, që ishte atje për t'i përcjell, bëri me kokë. Ndoshta, do të shohim. Liridon përqafoi të dy djemtë e tij. Faleminderit që më gjetët, faleminderit që nuk hoqët dorë. Ju më dhatë diçka që mendova se e kisha humbur përgjithmonë. Çfarë? Pyeti Rigoni. Shpresë, tha Liridon thjesht. Kur avioni i tij u thirr për boarding, ai filloi të ecë drejt portës, por pastaj u kthye dhe shikoi familjen e tij, të vjetrin dhe të turin, të ndarë por gjithashtu të lidhur. Një gjë e fundit, tha ai. Ju të gjithë duhet ta dini, pavarësisht nga gjithçka që ndodhi, pavarësisht nga dhimbja dhe ndarja, unë nuk pendohem për asgjë, sepse pa të kaluar, ju nuk do të ekzistonit, dhe ju jeni më e mira që ka prodhuar jeta ime. Me këto fjalë, ai kaloi përmes portës dhe zhduku në terminalin e pasagjerëve. Helena, Rioni dhe Rigoni qëndruan atje për një kohë të gjatë, duke parë rrugën ku ai kishte zhdukur. Çfarë mendoni ndodh tani? Pyeti Rigoni. Tani, tha Helena, ne vazhdojmë, ne jetojmë jetën tonë, ai jeton jetën e tij, dhe ndonjëherë këto rrugë kryqëzohen, dhe ajo mjafton. Kur u kthyen në apartament, binjakët ndjen një ndjenjë të çuditshme të lehtësimit. Udhëtimi i tyre, udhëtimi për të gjetur babarin e tyre, kishte përfunduar. Ata kishin përgjigjet që kishin kërkuar, edhe nëse ato përgjigje nuk ishin ato që kishin shpresuar. A mendon se do të ndryshojë diçka? Pyeti Rigoni atë natë, ndërsa po përgatiteshin për gjumë. Tashmë ka ndryshuar. Ne e dim tani se babai ynë na donte, se ai luftoi për ne, edhe nëse lufta nuk ishte e mjaftueshme, dhe dim se kemi një familje në Shqipëri që na pret. Në Shqipëri, Liridon u kthye në Drenov me një peshë të ngritur nga shpatullat. Flutura dhe fëmijët e pritën në portën e oborrit. Si ishte? Pyeti Flutura me kujdes. Ishte e nevojshme. Unë tani e di se djemtë e mi janë mirë, se Helena është mirë, se e kaluara, edhe pse e dhimbshme, nuk më peshon më. Elira vrapoi tek ai. A na ke harruar ne ndërsa ishe atje? Liridon e mori në krah. Asnjëherë, ju jeni zemra ime, por tani zemra ime është më e madhe, mjaftueshme për të mbajtur të gjithë. Jeta vazhdoi, por tani me një ndryshim të rëndësishëm. Rioni dhe Rigoni thirrnin rregullisht, ndonjëherë me Liridon, ndonjëherë me gjysmë vëllezrit e tyre. Ata dërgonin foto, tregonin për jetën e tyre dhe planifikonin vizitat e ardhshme. Helena, në fund, gjeti paqe me të kaluarën. Ajo filloi të shkruaj një memuar për përjetimin e saj, një histori dashurie dhe humbjeje, sisteme dhe mbijetese. Liridon vazhdoi jetën e tij në Drenov, por tani me një dritë të re në sy. Ai tregonte fëmijëve të tij për vëllezrit e tyre në Zvicër, për botën jashtë maleve të tyre, për mundësitë që ekzistonin përtej fshatit të tyre të vogël. Dhe në një ditë verore, një vit pas vizitës së Liridon në Zvicër, e pamundura ndodhi. Helena vendosi të vizitojë Shqipërinë. Kur Helena arriti në Drenov me binjakët, Flutura e priti me një mikpritje të ngrohtë. Dy gratë, njëra që ishte dashuria e parë e Liridonit, tjetra që e shpëtoi atë, ulën së bashku për kafe. Faleminderit që e dove atë, kur unë nuk mundta. Dhe faleminderit që arrite djemtë e tij me dashuri, tha Flutura. Ishte një moment surrealiste, por gjithashtu e bukur. Një mundësi për dy familje të ndara nga rrethanat të bashkoheshin jo si rival, por si njerëz që ndanin dashurinë për të njëjtin njeri.
Vizita e Helenës në Shqipëri zgjati një javë të tërë, dhe çdo ditë solli zbulime të reja. Ajo shuh jetën që Liridon kishte ndërtuar, të thjesht, por me dinjitet, të varfër sipas standardeve zvicerane, por e pasur në dashuri dhe komunitet. Fëmijët, Elira, Ariani dhe Besnik, fillimisht ishin të rezervuar me Helenën. Ajo ishte një huaj që fliste pak shqip, që vishej ndryshe, që vinte nga një botë që ata vetëm mund ta imagjinonin. Por Helena kishte një dhuratë me fëmijët. Brenda pak ditësh, ajo po luante me ta në obor, po u tregonte prralla në shqip të thyer, po u mësonte fjalë në gjermanisht dhe frëngjisht. "Ti je sikur gjyshe jon", tha Besnik një ditë, duke ulur në prerin e saj. Helena ndjeu një ny në fyt. "Unë mund të jem nëse dëshironi." Elira, që ishte më e mençur dhe më e vëzhguar, e pyeti një ditë: "Ti e ke dashur babain ton?" Helena e shikoi këtë vajzë 10 vjeçare që kishte sytë e Liridonit dhe sinqeritetin e fëmijërisë. "Po", tha ajo me ndershmëri, "shumë. Për ndonjëherë dashuria nuk mjafton për të mbajtur njerëzit së bashku. Por mund të mbaj familjet së bashku në mënyra të tjera", tha Elira me mençuri përtej moshës së saj. "Sikurse tani, ne jemi një familje e madhe tani." Kjo fjalë prekur Helenën thellë. Vajza kishte të drejtë. Ata ishin një familje, jo tradicionale, jo e thjesht, por një familje megjithatë. Një mbrëmje, ndërsa Liridoni dhe Helena ecnin vetëm përmes fshatit, binjakët kishin mbetur me fluturën dhe fëmijët, ata folën për gjëra që nuk kishin folur kurrë më parë. "A më urren ndonjëherë?" pyeti Liridoni. "Të urrej?" Helena e shikoi me surprizë. "Jo, isha e zemëruar, e zhgënjyer, e trishtuar, por kurrë nuk të urreva, sepse të urrejher do të thoshte të urreja ata që më solli, djemt tanë. Unë e kam urryer veten time", pranoi Liridoni, "për vite, për të qenë kaq i dobët, kaq i pafuqishëm, për të mos qenë në gjendje të mbaja familjen time." "Por ti ke mbajtur një familje", tha Helena, "ndoshta jo atë që kishin planifikuar, por një familje megjithatë. Dhe tani, në një mënyrë të çuditshme, të gjitha këto copza janë duke u bashkuar." Ata arritën në maj të Kodrinës, ku kishte një pamje mbi fshat. Dielli po zbriste, duke ngjyrosur qiellin me ngjyra portokalli dhe të kuqe. "Ndonjëherë mendoj", tha Liridoni, "se çfarë do të kishte qenë jeta nëse nuk do të më deportonin, nëse do të isha rritur Rioni dhe Rigoni, nëse do të kishim jetuar si familje normale në Zvicër. Do të kishte qenë e bukur, por ndoshta nuk do të kishim vlerësuar aq shumë. Ndonjëherë është vuajtja që na mëson të çmojmë atë që kemi." "Ti e bërë shumë e mençur", tha Liridoni me një buzëqeshje të vogël. "Jo, e mençur jo, vetëm e lodhur, por një lloj lodhje që sjell paqe." Kur u kthye në shtëpi, gjetën një skenë që do ta mbanin gjithmonë në kujtesë. Rioni dhe Rigoni po luanin me Arianin dhe Besnikin në obor, duke i mësuar atyre lojra që kishin luajtur në Zvicër. Elira ishte ulur me fluturën, duke i mësuar të thyrë një qilim tradicional. Dhe të gjithë qeshnin, një zhurmë e qilt, e sinqert, e pa komplikuar. "Shiko këtë", tha Liridoni me zë të emocionuar. "Kjo është ajo që kam ndërruar gjithmonë, të gjithë së bashku." Por realiteti ishte se kjo nuk mund të vazhdonte për gjithmonë. Helena kishte një jetë në Zvicër, punën, përgjegjësitë, Rioni dhe Rigoni kishin karrierët e tyre, dhe Liridoni, flutura dhe fëmijët kishin jetën e tyre në Drenov. Nata para nisjes, të gjithë qëndruan zgjuar deri vonë, duke folur, duke ndarë përralla, duke krijuar kujtesa të reja. Liridoni nxori një kitar të vjetër që kishte bler vite më parë dhe filloi të këndonte një këngë tradicionale shqiptare, një balad për dashurinë e humbur dhe shpresën që nuk vdes kurrë. Zëri i tij ishte i thyer, por i bukur. Helena mbylli sytë dhe dëgjonte, duke u kujtuar kohën kur ai këndonte për të në Zvicër, kur bota ishte ende e tyre dhe ardhmja duke je pafundme. Kur kënga mbaroi, ishte heshti. Pastaj Elira filloi të këndojë gjithashtu, një këngë që babai i saj e kishte mësuar, për malet dhe lirin. Dhe një nga një të gjithu bashkuan, disa duke kënduar në shqip, të tjerët duke mërmëritur melodin, por të gjithë të bashkuar në atë moment. Ishte një moment magjik, i rrallë, ku e kaluara dhe tashmja, dhimbja dhe gëzimi, ndarjet dhe bashkimet gjithë ekzistuan së bashku në harmoni. Në mëngjesin e nisjes, atmosfera ishte e rëndur nga trishtimi i lamtëmberjes, por gjithashtu e ndriçuar nga një dritë e re,
drita e shpresës dhe lidhjes që tani ekzistonte mes të gjithëve. Flutura përgatiti një mëngjes të madh, byrek, kos, mish dhe gjithçka që mund të gjente në shtëpi. Nuk dua të largoheni me bark bosh, tha ajo, edhe pse të gjithë dinin se kjo ishte mënyra e saj për të shprehur dashurinë dhe keqardhjen. Ndërsa hanin, Ariani pyeti pas parsti, kur do të ktheheni? Rioni e shikoi djalin 8 vjeçar, që tani e konsideronte si vëllain e tij. Sa më shpejt sa mundem, ndoshta në verë, do të sjellim regale. Dhe unë do t'ju mësoj të notoni në lum, tha Ariani me entuziazëm. Besniku, djali 5 vjeçar, filloi të qaj. Nuk dua të largoheni, ju sapo erdhët. Helena e mori në krah. Ne do të kthehemi, dhe ju mund të vini në Zvicër gjithashtu. Një ditë do t'ju tregoj malet e Dëborës dhe qytetet e mëdha. Elira, duke u përpjekur të ishte fort, pyeti. Premtoni? Premtojmë, thanë Rioni dhe Rigoni në unison. Liridoni mblodhi të gjithë në obor. Dua të them diçka, filloi ai, zëri i tij i qartë dhe i vendosur. Këto javë kanë qenë më komplekse dhe më të bukura të jetës sime. Kam parë 2 pjesët e zemrës sime bashkohen, fëmijët e mi të parë dhe fëmijët e mi të dytë. Gruaja që dashurova dikur dhe gruaja që më shpëtoi, e kaluara ime dhe e tashmja ime. Ai bëri një pauzë, duke marrë dorën e fluturës me njërën anë dhe dorën e Helenës me tjetrën. Rioni, Rigoni, Elira, Ariani dhe Besnik u vendosën rreth tyre, duke formuar një rreth. Sot, këtu, para të gjithëve, bëj një betim, vazhdoi Liridon. Betohem se nuk do të lejoj asnjë largësi, asnjë kufir, asnjë sistem të na ndajë përsëri. Do të jemi familje, një familje e çuditshme, e shpërndarë nëpër kontinente, por një familje megjithatë. Do të komunikojmë, do të vizitojmë, do të mbështesim njëri tjetrin, sepse ajo është ajo që familjet bëjnë. Betohem, thanë të gjithë së bashku, duke formuar një betim kolektiv që u ndjehej si diçka e shenjtë. Kur erdhi koha për të shkuar në aeroport, flutura përgatiti një qese me ushqim për rrugë. Për të mos harruar shijen e shtëpisë, tha ajo, duke ja dhënë Helenës. Helena e përqafoi, një përqafim të sinqert, pa rezerva. Faleminderit që kujdesesh për të, tha ajo. Faleminderit që i dhe atij një arsye për të vazhduar. Dhe faleminderit që e le të jetë pjesë e jetës së djemve tanë, tha flutura. E di që nuk ishte e lehtë. Asgjë në këtë histori nuk ka qenë e lehtë, tha Helena me një buzëqeshje të hidhur, por gjërat më të vyera rrallë janë. Në makinë, në rrugën drejt Tiranës, kishte më pak fjalë se sa kishte pasur në udhëtimin e parë. Të gjithë ishin të zhytur në mendime, duke përpunuar gjithçka që kishte ndodhur, duke mbajtur kujtimet e reja që kishin krijuar. Kur arritën në aeroport, lamtumira e fundit ishte e dhimbshme. Liridon përqafoi Rionin dhe Rigonin me një forcë që fliste për të gjitha vitet e humbura, për të gjitha përqafimet që nuk i kishin ndarë kurrë. Jini burra të mirë, u tha ati. Jini më të mirë se unë, mos u dorëzoni kurrë për ata që i doni. Ne mësuam nga ti, mësuam se si të jesh i fortë edhe kur gjithçka rrëzohet. Helena ishte e fundit për t'u lamtëmiruar me Liridon. Ata që ndruan para njëri tjetrit dhe për një moment koha dukej sikur u kthye, 2 të rinj përsëri, plot dashuri dhe shpresë. Kujdesu për veten, tha Helena. Dhe ti, tha Liridon. Dhe Helena? Po? Nëse do të jetonte jetën përsëri, përsëri do të zgjidhte ty, edhe duke ditur gjithë dhimbjen që do të vinte. Helena buzëqeshi përmes lotëve. Edhe unë. Kur fluturimi u ngrit nga toka shqiptare, Rioni, Rigoni dhe Helena shikuan nga dritarja ndërsa malet zbeheshin në largësi. Dikush aty poshtë, në një fshat të vogël malor, familja e tyre e re po vazhdonte jetën, duke mbajtur kujtimet e kësaj vizite si një thezar. A mendoni se do të ndryshoj diçka për ne? Pyeti Rigoni, duke u kthyer nga nëna dhe vëllai. Helena mendoi për një kohë të gjatë. Gjithçka ka ndryshuar tashmë. Jemi një familje e coptuar që kërkon përgjigje. Jemi një familje që ka gjetur njëri tjetrin, edhe në kushtet më të vështira. Dhe kjo na bën më të fortë. Muajt që pasuan ishin plot ndryshime të vogla për domethënëse.
Rioni dhe Rigoni filluan të mësonin shqip më seriozisht, duke marrë mësime online dhe praktikuar me njëri tjetrin. Ata kërkonin receta shqipe dhe përpiqeshin t'i gatuanin në apartamentin e tyre në Zyrich, duke sjellë aromën e Drenovës në jetën e tyre zvicerane. Helena filloi të shkruante seriozisht memuarit e saj. Ajo e quajti Dashuri për te kufirve, një tregim për të gjitha familjet e ndara nga sistemet, politikat dhe rrethanat për te kontrollit të tyre. Kjo nuk është vetëm historia jonë, i tha ajo djemve një ditë. Janë mijëra familje që jetojnë këtë realitet dhe dua që zëri i tyre të dëgjohet. Në Shqipëri, Liridon gjithashtu po ndryshonte. Ai filloi të mësonte fëmijët e tij më shumë për botën jashtë fshatit. Bleu libra, instaloi internet të ngadalt, një luks në Drenov, dhe filloi të u tregonte atyre për mundësitë që ekzistonin përtej maleve. Nuk dua që ju të jeni të izoluar si unë isha. Dua që të dini se bota është e madhe, plot mundësi, dhe edhe nëse zgjidhni të shtrini këtu, dua që të jetë zgjedhja juaj, jo pse nuk dinit alternativa. Flutura fillimisht kishte rezerva. Po nëse ata duan të largohen, po nëse bota e madhe i thërret larg nga ne, atëherë do t'i lëm të shkojnë, sepse dashuria e vërtet nuk mban me forcë, dashuron duke i dhënë krah për të fluturuar. Thirrjet me video u bën rutinë. Çdo të diel, të dy familjet bashkoheshin online. Rioni dhe Rigoni nga Zyrichu, Liridon, Flutura dhe fëmijët nga Drenova dhe ndonjëherë Helena bashkohej gjithashtu. Ata ndanin historitë e javës, qeshnin me gabimet e përkthimit dhe planifikonin takimin e ardhshëm. Elira në veçanti u bë shumë e afërt me Rionin. Ajo e pyeste për gjithçka, si ishte shkolla në Zvicër, si ishin vajzat atjerë, çfarë libra lexonte. Dhe Rioni, duke parë në të një pasqyrim të vetës që nuk ishte njohur, i përgjigjej me durim dhe dashuri. Një ditë do të studioj në Zvicër, i tha ajo një ditë gjatë një thirrje me video. Dhe unë do të të ndihmoj, premtoi Rioni. Do të të tregoj gjithçka që duhet të dish. Arjan, djali 8 vjeçar, kishte zhvilluar një pasion për futboll, pasi Rigoni i kishte dërguar një top të firmosur nga një lojtar i famshëm zviceran. Ai luante çdo ditë në fushën e vogël të fshatit, duke ëndërruar se një ditë do të luante në stadiume të mëdha. Do të vish të më shohësh? Pyeti ai Rigonin. Patjetër, tha Rigoni. Dhe ndoshta do të shoh duke luajtur për kombëtaren shqiptare një ditë. Madje besnik, edhe pse vetëm 5 vjeç, kishte filluar të njohë zërat e vëllezërve të tij të mëdhenj. Ai vraponte tek ekrani sa herë që një thirrje fillonte, duke bërtitur Rioni, Rigoni, me entuziazëm fëmijëror. Por nuk ishin gjithmonë momente të lumtura. Kishte ditë kur largësia ndihej shumë e madhe, kur dallimi i kohës bënte komunikimin e vështirë, kur kufiri midis dy botëve duke i kapërcyeshëm. Një ditë, Flutura thirri Helenën direkt, jo në një thirrje familjare, por vetëm ato të dyja. Kam nevojë për këshill, tha ajo, zëri i saj plot shqetësim. Çfarë ndodhi? Pyeti Helena. Liridon, ai po ndryshon. Ai flet gjithnjë më shumë për Zvicrën, për djemt, për mundësitë që ata kanë. Dhe kam frikë se ai po pendohet për zgjedhjen që bëri, për të jetuar këtu me ne. Helena dëgjoi me kujdes. E di se kjo është e vështirë për ty, por dua të them diçka. Liridon të do ty. Ai e ka zgjedhur këtë jetë dhe nuk po pendohet, por ai gjithashtu ka një pjesë të zemrës që gjithmonë do t'i përkas djemve të tij të parë. Dhe ajo nuk do të thotë se ti zë vend më të vogël. Si mund t'i je kaq e sigurt? Pyeti Flutura. Sepse e njoh Liridonin, tha Helena, dhe e di se ai është njëri që do me gjithë zemër. Nuk e mund ta ndaj dashurinë, e shton. Ju të gjithë jeni pjesë e asaj dashurie. Kjo bisedë u ndihmua Fluturës të fitonte perspektivë, dhe ajo filloi të hapej më shumë, të përfshinte veten në planet për vizitat e ardhshme, të mësonte pak gjermanisht në mënyrë që të mund të komunikonte më mirë me Helenën dhe djemt. Por, jeta, siç ndodh gjithmonë, solli sfida të papritura. Në fillim të vitit të ardhshëm, Liridon u sëmur. Ishte diçka që filloi si një kollë e thjeshtë, por që nuk kalonte. Flutura insistoi që ai të shkonte tek mjeku, gjë që nuk ishte e lehtë në një fshat të vogël malor, ku shërbimet shëndetësore ishin minimale. Kur më në fund shkoi në spital në qytetin më të afërt, lajmet nuk ishin të mira. Mjekët zbuluan probleme të rënda me mushkërit, pasojë e viteve të punës së rëndë në kushte të këqija dhe duhanit që kishte pirë për të përballuar stresin. Duhet të bësh trajtim, i than mjekët,
dhe duhet të pushosh, të mos punosh më në ferm. Por si mund të mos punonte? Familja e tij varej nga të ardhurat që ai sillte. Nuk kishin sursime, nuk kishin asigurim shëndetësor të mirë. Kur Rioni dhe Rigoni mësuan për këtë, reagimi i tyre ishte i menjëhershëm. Ne do të paguajmë, tha Rioni menjëherë gjatë një thirrje me video. Jo, tha Liridon me kryelartësi. Nuk është për ty. Është për fëmijët, për fluturën, për familjen. Por Liridon ishte kokfort. Ai kishte jetuar me një ndjenjë të fajt të thellë 2 vjete, që nuk kishte qenë në gjendje të mbante fëmijët e tij të parë, që nuk kishte qenë provideri që ëndërronte ti ishte. Dhe tani, të pranonte paratë e tyre do të thote të pranonte dështimin e tij. Helena, duke parë tensionin, ndërhyri. Liridon, tha ajo me zë të qetë por të vendosur. Kjo nuk është për krenari. Kjo është për jetë. Djemt tan duan ta ndihmojnë babain e tyre. Lejo që të bëjnë atë që ne nuk mundam ta bënim dikur. Të jemi atje për ty. Kjo fjalë e preku Liridon thellë. Ai qau në thirrje, pranuar se kishte nevojë për ndihmë. Rioni dhe Rigoni filluan menjëherë. Ata transferuan para për trajtim mjekësor, kontaktuan mjek më mirë në Tiranë, madje filluan të hulumtonin mundësinë që Liridon të vinte në Zvicë për trajtim më të specializuar. Por procesi ishte i ngadalt dhe kompleks. Edhe me para dhe kontakte, sistemet shëndetësore dhe imigracionit nuk ishin të lehta për t'u lundruar. Ndërkohë, gjendja e Liridonit u përkeqësua. Ai humbi pesh, u dobësua dhe kishte ditë kur Mexhi i dilte nga shtrati. Flutura po përballonte një bar të rënd, duke u kujdesur për bashkëshortin, menaxhonte fermën, duke mbajtur fëmijët të qetë. Elira, tani 11 vjeçe, filloi të merrte më shumë përgjegjësi. Ajo ndihmonte me vëllezrit më të vegjël, gatonte për familjen, madje filloi të punonte në fermë. Por në sytë e saj, kishte një trishtim që nuk duhet të ishte atje në moshën e saj. A do të vdes babai im? Pyeti ajo Helena gjatë një thirrje private që kishin filluar të bënin çdo javë. Helena nuk donte të gënjente. Nuk e di, tha ajo me sinqeritet, por ne po bëjmë gjithçka që mundemi për ta ndihmuar, dhe ai është njeri i fortë. Kam bjetuar shumë deri tani. Por ndoshta është lodhur, tha Elira, duke shfaqur maturin për te viteve të saj. Ndoshta ai ka luftuar mjaft. Këto fjalë tronditën Helenën. Ajo realizoi se kjo vajzë e re po përballonte realitetet e vdekjes dhe humbjes në një mënyrë që asnjë fëmijë nuk duhej. Situata arriti në një pikë kritike kur Liridon u përkeqësua aq shumë sa u desh të shtrohej në spital. Rioni dhe Rigoni morën vendimin menjëherë, do të shkonin në Shqipëri. Helena gjithashtu donte të shkonte, por puna e saj nuk e lejonte atë t'i merrte kaq shumë ditë leje. Shkoni ju, u tha ajo djenve, jini atje për të, dhe mbani mua të informuar për gjithçka. Udhëtimi ishte i nxituar dhe i mbushur me ankth. Në avion, Rioni dhe Rigoni flisnin pak. Çdo njeri ishte i zhytur në mendimet e tija, duke u lutur, edhe nëse nuk ishin shumë fetar, që babai i tyre të mbijetonte. Kur arritën në spitalin në Tiranë, ku Liridon ishte transferuar për trajtim më të mirë, ata gjetën një skenë që i theu zemrat. Liridon ishte në krevat, i lidhur me tubacionet dhe pajisje monitoruese, duket më i vogël dhe më i brisht se sa e kishin parë kurrë. Flutura ishte atje, duke qëndruar pranë tij pa pushuar. Ajo duke e lodhur, me rrath të errta nën sy, por e vendosur për të mos lëshuar. Ju erdhët, tha ajo kur i pa binjakët, zëri i saj plot mirënjohje. Rioni dhe Rigoni u afruan te krevati. Liridon hapi syt ngadalë dhe kur i pa, një buzëqeshje e dobët u shfaq në buzët e tij. Djemt e mi, përshpëriti ai, nuk duhej të vinit, rruga është e gjatë. Vendi ynë është këtu, tha Rigoni, marr dorën e babait. Ditët që pasun ishin mes shprese dhe frike. Mjekët ishin të kujdesshëm me prognozat. Trajtimi po funksiononte, por Liridon kishte nevojë për pushim të gjatë dhe ndryshime rrënjësore në stilin e jetës. Ai nuk mund të kthehet në fermë, tha mjeku kryesor gjatë një takimi me familjen. Puna fizike e rëndë do ta vras. Ai ka nevojë për një punë më të lehtë, ambient më të pastër, kujdes të vazhdueshëm. Por si mund të realizonin këtë në Drenov? Fshati ishte i varfër, mundësitë ishin të kufizuara, dhe Liridon nuk kishte aftësi për punë më të sofistikuara. Gjithë jetën e tij kishte punuar me duart.
Ishte Flutura që propozoi një zgjidhje radikale. Ndoshta duhet të lëvizim, tha ajo një natë kur ishin të gjithë të mbledhur rreth krevatit të Liridon. Të shkojmë në qytet, diku ku ka më shumë mundësi, shërbime më të mira. Por shtëpia jonë është në Drenov, tha Liridon dobët. Familja ime ka jetuar atje për breza, dhe do të vazhdoj të jetoj, por ne duhet të mendojmë për fëmijët gjithashtu, për shkollën e tyre, për të ardhmen e tyre. Elira që ishte atje me vëllezrit më të vegjël, foli për herë të parë. Unë dua të shkoj në qytet, dua të shkoj në shkollë më të mirë, dua të mësoj gjuhë të huaja, të përdor kompjuter, të kem mundësi. Ariani dhe Besnik bën me kokë, edhe nëse nuk kuptonin plotësisht se çfarë do të thoshte kjo. Rioni dhe Rigoni e shikonin këtë diskutim me një përzierje ndjenjash. Ata e dinin se nëse familja lëviste në qytet, do t'i ishte më lehtë për t'i vizituar, për t'i mbështetur, por gjithashtu e dinin se kjo do të thoshte një ndryshim radikal për një familje që kishte jetuar traditën për gjithë jetën. Ne do t'ju ndihmojmë, tha Rioni. Do të gjejmë një shtëpi, do të paguajmë qeran në fillim, do të ndihmojmë me çdo gjë që nevojitet. Jo, tha Liridon, duke u përpjekur të ulej në krevat, por duke rënë mbrapa nga vdopsia. Nuk është varje, është familje, është ajo që familjet bëjnë, mbështetin njëra tjetrën. Mjeku i Liridonit që kishte dëgjuar pjesë të bisedës, ndërhyri. Mund t'ju bëj një propozim? Kam kontakte në Vlorë, në spitalin atje. Ata po kërkojnë një person për mirëmbajtje, punë e lehtë, kryesisht administrative. Paga nuk është e madhe, por mjafton, dhe qyteti ka shërbime të mira, shkolla të mira. Ishte një mundësi e papritur, dhe ngadalë, hap pas hapi, plani filloi të merrte formë. Familja do të lëvizte në Vlorë, një qytet bregdetar me jetë dinamike, mundësi pune dhe infrastrukturë shumë më të mirë se Drenov. Ishte e vështirë. Liridon qante kur mendonte se do të linte shtëpinë ku kishte gjetur paqe pas deportimit, por ai gjithashtu e dinte se ishte zgjidhja e duhur për fëmijët e tij. 2 muaj më vonë, kur Liridon ishte shëruar mjaftueshëm për të lëshur spitalin, familja u zhvendos në Vlorë. Rioni dhe Rigoni ishin atje për t'i ndihmuar me çdo gjë. Gjetën një apartament të vogël por të ngrohtë pranë qendrës të qytetit, ndihmuan me mobiljet dhe u siguruan se fëmijët do të regjistronin në shkollë të mirë. Elira ishte më e lumtur se kur. Për herë të parë, ajo kishte qasje në internet të shpejt, në bibliotek, në klasa ku mësoheshin gjuhë të huaja. Ajo zhyti veten në mësime, duke përthithur çdo gjë si një sfungjer. Faleminderit, i tha ajo Rionit një ditë, për të më dhënë këtë shans. Ti e meritove, tha Rioni. Ti e zgjuar, e fort, do të arrish gjëra të mëdha. Arian u bashkua me një klub futbolli lokal dhe menjëherë u shqua. Trajneri i tha Liridon se djali kishte talent natyror dhe duhej të zhvillohej. Besnik, edhe pse fillimisht kishte mall për fshat, shpejt u përshtat. Ai bëri miq të rinj në lagje dhe filloi të shkonte në kopësht me entuziazëm. Flutura gjeti punë në një qendër kulturore që promovonte artizanatin tradicional. Ajo mësonte gratë të tjera të entnin qilima dhe të bënin punime dore, duke fituar një të ardhur modeste, por të rëndësishme. Dhe Liridon, edhe pse ende i dobët, filloi punën e tij të re në spital. Ishte punë e thjeshtë, menaxhimi i dokumentave, organizimi i furnizimeve, por e bënte atë të ndjehej i dobishëm pa e lodhur fizikisht. Jeta nuk ishte perfekte. Paraja ishte ende e pakët dhe kishte ditë kur ata malleshin për jetën e thjeshtë në fshat. Por kishte gjithashtu shpresë për një të ardhme më të mirë, për mundësi që më parë dukeshin të pamundura. Rioni dhe Rigoni vizitonin rregullisht. Tani që familja ishte në Vlorë, ishte më e lehtë. Aeroporti ishte më afër dhe qyteti ofronte më shumë rehat. Gjatë një vizite, Elira u tha atyre diçka që i surprizoi. Dua të studioj në Zvicër, tha ajo me vendosmëri. Kur të mbaroj shkollën e mesme, dua të aplikoj për bursa dhe të vija atje për universitet. Rioni dhe Rigoni shkëmbyen një vështrim. Kjo vajzë, i cila kishte lindur dhe rritur në një fshat të izoluar malor, tani po ndëronte për botën. Do të ndihmojmë, tha Rigoni. Do të bëjmë gjithçka që mundemi. Por ka një kusht, shtoi Rioni me një buzëqeshje. Duhet të premtosh se nuk do të harrosh familjen këtu.
se pavarësisht se ku të çon jeta, Shqipëria do të jetë gjithmonë pjesë e ty. Premtoj, tha Elira me sinqeritet, sikurse ju nuk e keni harruar. Vitet kaluan dhe jeta vazhdoi me rritjet dhe uljet e saj normale. Elira u bë studentja më e mirë në shkollën e saj dhe mori një bursë për të studiuar në Universitetin e Zyrihut, të njëjtin universitet ku Liridon dikur kishte studiuar. Kur ajo u nis për në Zvicër, gjithë familja ishte në aeroport. Liridon, Flutura, Arjan, Besnik, Rioni, Rigoni dhe Helena, që kishte ardhur posaçërisht për këtë moment. Kjo është për të gjithë ne, tha Liridon duke përqafuar vajzën e tij. Ti po shkon ku unë shkova dikur, por ti do të kesh diçka që unë nuk kisha, familje që të pret atje. Elira qau, por ishin lot gëzimi dhe eksitimi. Do t'ju bëj krenar, premtoi ajo. Në Zvicër, Elira jetoi me Rionin dhe Rigonin për muajin e parë, derisa gjeti vend në konviktin e universitetit. Ata e trajtuan si motrën e tyre, duke ndihmuar të përshtatet me jetën zvicerane, duke i paraqitur me miqtë e tyre, duke i treguar qytetin. Helena gjithashtu u bë si gjyshe për të. Ato kalonin orë duke polur për gjithçka, për studime, për jetën, për ëndrat. Ti më kujton dikë, i tha Helena një ditë. Kë? Pyeti Elira. Baban tënd kur ishte i ri. Ai kishte të njëjtin zjarr, të njëjtin uri për jetë, dhe shpresoj se ti arrin gjithçka që ai ëndëronte, por nuk mund t'i ta realizonte. Arjan po bënte përparim. Ai u zgjodh për ekipin kombëtar të rinisë të Shqipërisë për futboll dhe filloi të tërheqte vëmendjen e skautëve ndërkombëtar. Besnik, tani në shkollë fillore, po shfaqte talent për matematikë dhe shkencë. Mësuesit e tij thonin se kishte potencial për të bërë gjëra të mëdha. Flutura kishte hapur dyqanin e saj të vogël në Vlorë, ku shiste qilima dhe artizanat tradicional. Biznesi po rritej dhe ajo kishte filluar të punsonte gra nga zonat rurale. Dhe Liridon, edhe pse shëndeti i tij nuk ishte perfekt, po jetonte një letë të kënaqshme. Ai kishte gjetur paqe, me veten, me të kaluarën, me zgjedhjet që kishte bërë. Një ditë, ndërsa po ecte përgjatë bregdetit të Vlorës me Fluturën, ai fori për diçka që kishte menduar prej kohësh. Mendoi duhet të shkruaj një letër, për djemt, një letër që ta lexojnë kur unë të mos jem më. Flutura e shikoi me shqetësim. Mos flit kështu, ti je mirë tani. E di, por gjithmonë kam dashur t'ju shpjegoj gjithçka, pse ndodhi ajo që ndodhi, çfarë ndjeva dhe se sa ju dua. Dua që ta kenë atë në shkrim, diçka që mund ta lexojnë kur kanë nevojë. Atë natë, Liridon filloi të shkronte. Letra ishte gjatë, plot emocione, kujtime, keqardhime dhe dashuri. Ai shkroi për ditën që ata lindën, për ndjenjen e mbajtur ata në krah për herë të parë, për dhimbjen e deportimit, për vitet e luftës për të kthyer, për vendimin që bëri të vazhdonte jetën dhe për gëzimin e pamat kur më në fund i pa përsëri. Rioni dhe Rigoni shkruanin në pjesën e fundit. Ju jeni mrekullia më e madhe e jetës sime. Çdo frym që marr, e marr për ju. Çdo gjest i mirë që bëj, e bëj në emrin tuaj. Nëse ka diçka që kam mësuar në këtë jetë, është se nuk jemi një person pa një familje. Jeni udhëzuar nga dashuria e pamat dhe shpresat se një ditë do të bashkoheni me ata që doni. Që dua ta dini është kjo. Ju nuk ishit kur të harruar. As një ditë, as një orë. Ju ishit gjithmonë në zemrën time, edhe kur distanca na ndante. Dhe tani që jemi të bashkuar, edhe në këtë mënyrë të çuditshme, të shpërndar në përbot, I jam njeriu më I lumtur në botë. Ju dua për gjithmonë. Babai juaj, Liridon. Ai e dorëzoi letrën te Flutura. Nëse diçka më ndodh, kjo u takon atyre, tha ai. Flutura e lexoi letrën dhe qau. Kjo është e bukur, tha ajo, por shpresoj se ata nuk do të ketë nevojë ta lexojnë për shumë vite. Kaluan 3 vjet që nga vizita e parë e binjakëve në Shqipëri, dhe tani, familja po planifikonte diçka të veçantë, një bashkim të madh për të festuar për vjetorin e takimit e tyre. Vendosën që festa të mbahej në Vlorë, ku të gjithë mund të vinte. Helena do të fluturonte nga Zvicra, Elira do të kthehej nga studimet, Rioni dhe Rigoni do të vinin për një javë të tërë, dhe gjithë familja e zgjeruar do të ishte atje. Flutura dhe Liridon punuan për javë për të organizuar gjithçka. Ata rezervuan një restorant me pamje nga deti,
ftuan miq dhe familje, përgatitën një program plot me ushqim, muzikë edhe fjalime. Kur dita arriti, atmosfera ishte elektrike. Restoranti ishte i dekoruar me flamuj shqiptar dhe zviceran, me fotografi nga të gjitha vitet, fotot e vjetra të Liridon dhe Helena nga Zvicra, fotografit e binjakëve si Foshnja, fotografit e familjes në Drenov dhe fotografit e reja nga Vlora dhe Zvicra. Helena arriti e para, duke u përshëndetur nga flutura me një përqafim të ngrohtë që fliste për dashurinë e re që kishin ndërtuar. Ti dukeshe mrekullueshme, tha fluture. Ashtu edhe ti, dhe faleminderit për gjithçka që ke bërë për familjen tonë. Kur të gjithë u mblodhën, Liridon, Flutura, Helena, Rioni, Rigoni, Elira, Arjan, Besnik dhe edhe disa miq të afërt, u krijua një atmosferë magjike. Liridon u ngrit për të folur. Dua të falenderoj të gjithë që erdhët, filloi ai. Zëri i tij i qëndrueshëm, por plot emocione. 3 vjet më parë, jetoja me një boshllëk në zemër që mendova se nuk do të mbushej kurrë, dhe pastaj një mrekulli ndodhi. Djemtë e mi më gjetën, dhe ajo mrekulli çoi në shumë mrekulli të tjera. Ai shikoi rreth dhomës. Tani kam 2 familje që kanë bërë paqe me njëra tjetrën. Kam fëmijë që po shkëlqejnë në mënyra që nuk e imagjinova kurrë. Kam 2 gra në jetën time që, në vend që të luftojnë, kanë zgjedhur të bashkëpunojnë për të mirën të të gjithëve. Kam një jetë që, edhe pse nuk është ajo që planifikova, është e bukur në mënyrat e saj. Ai bëri një pauzë, duke fshirë lotët. Dhe më e rëndësishmja, kam dashuri. Dashuri nga të gjithë ju, dhe ajo më bën të ndjehem më i pasur se çdo mbret. Të gjithë duart trokitën, shumë duke qarë gjithashtu. Pastaj Helena u ngrit. Dua të them diçka gjithashtu, tha ajo. Para 3 vjetësh, kur Rioni dhe Rigoni vendosën të shkojnë në Shqipëri, kisha frikë. Kisha frikë se do të hapnim plagë të vjetra, se do të shkaktojmë dhimbje të reja. Por ajo që ndodhi ishte e kundërta. Ne shëruam, ne gjetëm mbyllje, por gjithashtu fillime të reja. Dhe mësova diçka të rëndësishme. Familja nuk përkufizohet nga gjaku apo gjeografia. Familja përkufizohet nga dashuria dhe zgjedhja për të qenë të pranishëm në jetën e njëri tjetrit. Ajo u kthye te Flutura. Faleminderit për të qenë familje me mua. Faleminderit për të dashur atë që unë dikur dashurova. Dhe faleminderit për të më lejuar të jem pjesë e kësaj historie të bukur. Fluture u ngrit dhe e përqafoi Helenën dhe të dyja qanë në krahët e njëra tjetrës. Elira gjithashtu foli. Unë jam më e reja këtu, por dua të them se kjo familje më ka dhënë gjithçka. Më ka dhënë mundësi që nuk do t'i kisha pasur kurrë, dhe më ka mësuar se dashuria mund të mposhtë çdo pengesë. Festa vazhdoi deri në mbrëmje. Kishte ushqim, shumë ushqim, një përzierje e specialiteteve shqiptare dhe zvicerane, kishte muzikë, nga këngë tradicionale shqiptare deri në muzikë bashkohore, dhe kishte danca. Të gjithë morën pjesë, duke krijuar kujtime që do të mbaheshin përgjithmonë. Në një moment, Liridon i ftoi Helenën për një dallës. Ishte e pazakonshme, e çuditshme, por gjithashtu e bukur. 2 njerëz që dikur kishin qenë të dashuruar, tani vallëzonin si miq të vjetër, ndarje respekt dhe mirëkuptim të ndërsjellët. Faleminderit që më dhe një shans, i tha Liridon ndërsa vallëzonin. Faleminderit që më dhe gjithçka që mund të jepje, edhe pse nuk ishte perfekte, ishte e mjaftueshme. Kur muzika pushoi dhe të gjithë u ulën, Rioni dhe Rigoni u ngritën së bashku. Ne duam të bëjmë një anoncim, tha Rioni. Të gjithë u bën heshtje, duke pritur me kureshtje. Ne kemi vendosur të krijojmë një fond që ndihmon familjet që janë ndarë nga deportimi, imigracioni detyruar, apo rrethana të tjera jashtë kontrollit të tyre. Dëshirojmë të ndihmojmë të tjerë të ribashkohen, si ne. Liridon qaj hapur. Ju po e ktheni dhimbjen tonë në diçka të mirë, tha ai. Jam kaq krenar për ju. Ne mësuam nga ju, nga nëna, nga Flutura, nga të gjithë. Mësuam se edhe në situatat më të vështira, dashuria mund të gjejë një rrugë. Festa u mbyll vonë në natë, me të gjithë të lodhur, por të lumtur. Ndërsa të gjithë po largoheshin, Liridon u mblodhi fëmijët e tij, të gjithë 5, për një moment fonal. Ju shihni këta njerëz? Tha ai duke treguar rreth dhomës. Ju të gjithë jeni familje.
pavarësisht se ku jetoni, pavarësisht se sa larg jeni, ju jeni të lidhur, dhe dua që ju të premtoni se do të mbani këtë lidhje, se do të mbështesni njëri tjetrin, se do të dashuroni njëri tjetrin, për mua, për atë që ne kemi ndërtuar. Premtojmë, thanë të gjithë së bashku. Dhe në atë moment, në qiellin e yllëzuar të Vlorës, me zërin e valëve të Adriatikut në sfond, një familje çuditshme, e shpërndar nëpër 2 kontinente, e lindur nga dashuri dhe humbje, e forcuar nga vendosmëri dhe falje, qëndroi e bashkuar. Ishte një familje e paperfekte, por ishte e tyre dhe ishte e mjaftueshme.